Ma gjem çfarë tipi, pëso gjemi agaj, pa, shiku se ndërra për cella shkem premierë, çfarë tipi, energji, tupi s'ka, shka, tu kesh, tu po, faleminderit gjemi agaj. Aktor i joni vepron në Kanadë edhe kudo në botë, normal që edhe Kosova pjesë e botës. Jemi të aktorët, ballë lezet, valla kur për nas bardhin ftyrën që shto, njëherë deri sa nuk fitojnë në i shpima, në i sa me nëzi që ju folim në rrugë. Kur të fitojnë çmime, mas nësë ju folim hesh nga gjelozia. Po mdo që ma kanë pru dhe një mësafirës, di shka thanë, aktore isha dha jo, une nuk pinjo, ka mërmarë ata si ua, se po thënë një gjenë pa i njof, pa i dit. Jo i një bot, apo në madhe, ne vla, nese, përshkej që atjet ta shoh. Shkremtare ku ka kjo. Të shkru ku ka. Fala, bon më së më pengu të lutna? Po, mërë unë me nëzish pres më shku shpe. Okej. Hajtë, vazhdo. Faleminderit. Tong. Tong. A që ka shpej dërzosha? Jo, më për të këshyri me shka inspirosh, kush jeti ta di? Se s'po mblen diçka mi shku deri në fund. Po, një që për largona, që për rritë të kamera. Ose për vi që shdush, unë mas për du nga mi ditë kush je. Qush bre kush jam? Pret veç pak. Pret. Okej. Cili emision ishte kë? Emisioni Oksigen. 700? E 14. Mashallah. Mashallah, dhe shqyqo që për thotë, dikush me shpirt, mashallah. Kajtë të thonë, hatë me mua, lajgora, dhe i kur ma, dhe mërshura, për shoj ma kur të thuni. Qa kjo është për ty? Ama nuk ta nënshkruj? Falinderit për ftesën në emisioni 714. Nuk ma nënshkruun? Jo, deri sa të përfundon emisioni jo, se më vare që shkaloj. Po, që shki qef me kalu, ti në që ashtu e bojë? Shkëllqyshëm, dukmon. Shkëllqyshëm, dush me priti, sëkur krejtë mësafir. Kjo është Fatlume Bunjaku, aktore jona shqiptare, se neve në kona mu. Gjithmonë sukseset e shqiptareve me knaqin shpirtin. Se e di të ashtin mund është edhe mu projekt, po e di që plët kolegë nuk urojnë kolegun kur fiton çmime. E qika që ku së ndëruar, ka fitu European Shooting Star në Berlin, para pak kohësh, kur ke, ka fitu, e ajo është çmim i madh, së është një lloj trampoline ku mundet më gjujt në Hollywood. Piq aty të dalë për shembull Daniel Craig. Po. Edhe plot aktor tjerë që unë si njoh, po i njohin këta që njohin kinematografin botërore. E qika jonë, për të folje dhe pak, su për qef bilandu më safin, po pashtu fjallë. Jo, më së shtë na, se njëna shumë siklet. Une nuk ko qëtëruj ty që s'lodhë në unë prajat, puna njërë siklet. E vërteta du të më thonë detëm somë në shqiptarë. Hajde, okej. Qika në ka zbarë ftyrën spaku përmendat Kosova, për mes kësaj qikës. Edhe Shqipëria. Edhe Shqipëria, kuptohet. E që kjo është Fatlume Bunjaku, uri me çmimin e gëzofsh ti e falëndesh që na ke gëzu neve. Faleminderit shumë. U kon shumë knaqësi. U kon shumë knaqësi, nuk muj me fshek këto, dhe me thonë. Ndjesin që e kom përjetu, edhe ndjesin që ma ka dhonë kjo ngjarje, nuk muj me përshkru me fjallë, definitivisht. Çfarë kritere Fatlume, s'pë të thoma aprita se prita, se me siguri s'janë kur përgjigjet e sinqerta, jo që ti gënjen, po se di një emocionin, aprita se prita, po çfarë kritere i plotësove ti që e fitova, lijen kriteret? Okej, po, ka shumë kritere që është e vërteta, po njëra ndër kriterit kryesore duhesh me pas një premier botërore në njërë nga festivalit e kategorisë A, duke fillu, si me thonë, prej vitit para prak, përshkak që mbahet ky program në Berlinale, duke fillu, si me thonë, prej 2024, 2025 Berlinale, e diri të 2026. Në atë periud kohore, ka qenë kriter kryesor për me pas një premier botërore, du me thonë. Unë i kom pas 2 premiera botërore, kom pas një film të shkurt edhe një film të gjatë. E me këte që kam qenë nominume, ka qenë filmi gjatë Hana, i cili ende nuk është shfaqur tek ne, du me thonë, është në regjinë e Ujkan Hysaj, i shkruar nga profesori Fadil Hysaj, një skenar mjaft interesant, edhe ajo që mu më ka bo, edhe më ka friksu, se për një mes e kom besu që kom me mëri me qenë top 10-shë, ka qenë se une nuk kom pas rëllë kryesora atë.
Rolin kryesor në fakt e ka kjo shoqëria Buçaj, dhe unë kam pas rol suportiv. Mirë po, ka pas edhe kriteret e tjera, ka pas edhe detyrat e tjera, sepse krejt ky proces zgjat gati 6 muaj, domethënë prej momentit kur fillon procesi i selektimit, nominimi, selektimi, se shkon faza të ndryshme, domethënë. Edhe ideja është ti nuk mundesh vetëm me nominu. Po duhet qendra kinematografike e shtetit tënd me të nominu. E ty të ka nominu Shqipëria? Shqipëria, po. Në këtë rast më ka nominu qendra kombëtare e Shqipërisë, sepse Kosova, si duket këtë vit diçka, nuk ka mujt. Nëse zgaboj ligjërisht. Nuk jam shumë e sigurt edhe si jam shumë kompetente me folë, se nuk e di shumë sigur, kështu që s'po kam dëshirë me folë pa e ditë sakt, po e di që Kosova s'ka pas mundësi me nominu, edhe më ka nominu Shqipëria. Me insistimin e kujt nominu Shqipëria? E drejtorit të qendrës kinematografike Jonet Gjorgji. Jonet Gjorgji është një drejtor, një djalë relativisht i ri, që ka tash. Nuk e di ende ai ka një vet ajo që po drejton qendrën, domethënë. Në Kosovë? Po. Edhe ata më kanë pyet, patlume aktorët tona nuk kanë premiera botërore, më ske rastisht se ata e kanë ditë që unë kam pasaportën shqiptare dhe shtetësinë shqiptare. Se nëse se kisha pasur në pasaportën shqiptare, nuk kisha pas mundësi. Që pasaporta, okej. Kur e ke marrë? Unë pasaportën, që është e vërteta, e kam fitu tamam kështu dekretin prej presidentit se ko marrë në pandemi, gjatë periudës së pandemisë, mirë po kisha aplikune paraprakisht, gati 2 vite më ka zgjatë procesi se ka qenë procedure rregullt, jo procedure shpejt, se unë si jam politikane mi marrë gjanat shpejt. Bravo! Nuk ka dashtë me prit gati po thuj se 2 vjetë. Shumë mirë prej Bajrambeka ta ka dhora, po? Presidentit, jo në pandemi, po. Po. Shumë bukur, se mes me pas. Po, definitivisht, edhe ka qenë pikrisht ajo koha kur ata jepshin pasaporta këngëtarëve edhe artistëve sportistave tanë, e unë më kujtohet kom qenë të gjiru film në Shqipëri, edhe kemi qenë me një darkë, edhe ne po bëshim gati për me bo premierën e një filmi, delegacioni në Varshava Film Festival, edhe muhabet e sipër, unë pjo them, ata më thonë kena me shku në Varshave, kështu, thash po unë nuk mundem. Se s'kom pasaport. Unë jam e Kosovës. Unë nuk mundem. Edhe ma di që ka qenë dikush prej Ministrisë së Kulturës atë ndarkë, edhe di që ma ka bo fatlu me nesër, me rrit dokumentet, sepse ne po ju japim artistave të Kosovës, edhe ti po punon teknik, kështu që është edhe një arsye ma shumë për me posedu ti pasaportën shqiptare. Edhe pasaj kom fillu procedurën, po edhe për këta s'kom besu se shkoj ke shumë zhag, gjdo 6 muaj atu vullat apostile që si haroj kur, u do është do herë prej fillimit me bo dokumentet gati, kështu, po ma ndikar momentin shumë, me një moment shumë të veçanë, se për shumë në pandemi, të edhe në krejt, neve në ashtë në fillim, jemi kon kështu të humbën, se kemi di që ka pëndodh, jemi kon pak ashtu, po ma ndej në ato të kodë shtira, kjo erë në diçka shumë e bukura, ke diçka shumë e papritshme, më gëzoj shumë e tonë drejten. Më thotë të i banë pasaport vatë vaksinës. Bravo. Që ka të ka këfil, a? Bravo. Edhe për një me më ka këfil. Se unë ma ndesë kom pas në daljesa kur konë, kritë festivalet. Do këtë thonë ku ta mërë pasaport në 2 natë të porë gjërësitës, natën shumë, po. Shumë kom pas temperatur. Dejta qetë. Shumë kom pas Lërisa e kom qitë këtë pasaportën e Kosovës. Jo, po bëja i bare, të dy ati kom, edhe une sa dashta me dale aty bile, a di kjo shpesher këto muhabete tona, ata ndej këta këti, mu heq nuk e du bese. Tema ime nishme, preferushme për mi kundështu ata që tentojnë me kryu këtë sanë. Për mu është një. Për mu është një. Edhe më smukon për ty një, ajo është një. Na veç du të mi qenis. Definitivisht, edhe du të mi qëndru prapa këti fakti. Edhe unë e kam shumë një raport interesant me shtetin shqiptar, nëse më me thonë tash, ande kufirit. është shumë interesant besim, unë e veç rrugën me marrë me shku në Tiranë, ose ku dhe qofë në Shqipëri, si ta kaloj... Një frimim tjetër, a? Ajo po se po, energjia më dronë komplet, mirë po, edhe pse nuk jam shumë person që besoj në besitni, sa herë të kaloj atë kufi, unë ose marrë një lajmë të mirë, ose më vjen një email për naj projekt, ose më thirë dikush diçka, gjithmonë ndodhë diçka e mirë të onë. Që ku kemi mërë, unë kam shtëpis, vish të dojë për ditë në Shqipëri, hin dil. Ose me punu atë në Dogon.
Jo, sinqerisht, është bile këtë gjoj e kom cek edhe në intervistat jashtë, kur isha ata zhëmberinale, se është dojsh me bo një gjirim, diçka një vite edhe me shku të një qytet, ose të një fshat, ose të një vend, ku ka diçka i vend, është unik për ty diçka. Ku shkove? Jo, shkova në Tiranë, se edhe nuk zgjedha diçka special kështu të veçantë, veç shkova në Tiranë, hypa majet piramidës dhe thash, kjo është Tirana. Sa herë thash të vi këtu ndodh diçka e bukur te unë, kaq. A din? Është magjike. Për një me Tirana ka një energji shumë të bukur, dorën zemër. Edhe na jemi këtu amazing, shumë të mirë. Si losh kemi, dy partë. Që një vit e gjysë pak, e kemi humbë busullën, po shpresoj që kemi me u kthirë. Këta që s'pës gjedhën? Po menoj, jo nuk po flasë për popullin, se popullin e kena fenomenal. Për politikë. Ne jemi popull shumë i mirë, po pak po më dhem që kjo, që ka është ndodhë me politikën tonë, se po shkon shumë largë, do me thonë, po na penalizon në gjdo aspekt jetës, në gjdo lëmin, gjdo gjithkon, do me thonë. Kështu që po vjen pa keq. Jo po vjen keq, po vjen shumë keq. I kena politikanë të meqëm me të vërtet, se njohin poplin që mujnë me vosh ka të dojnë me poplin tonë, ata pi bjen që jenë të meqëm, se për na njohin. Definitivisht. Se që ta pos këshin ku zukta me vosh, të ishin palu. Nëse veç që ka njohë psikologjin tonë shumë mirë. Po, ama shpresoj shumë shpejt, nëse ata zbojnë diçka, shpresoj që na bre kena më këfill, të pak të me Kush kemë që ata që tash? Politikanët. Halo pilogarit ti ata për, si më thonë, për njerëzë, për më tërësën ti që shlogarit? Jo, pilogariti për politikanë. Po, kjo është... Ti edhin që i konsiderojmë ne politikanët. Edhin, kështu që... Ka edhe të mirë, nuk bën me i shajt krej, se as jena tu i shaj, po veç... Gjdo regull ka përjashtim, më sotot, që parësutohë s'jebi të i shaj, me të i kritiku, sepse, unë e më mi spjegu një rast kështot, i cili u konsjel me ambasadën e shtetit ku jeton. Në i lake jem, ja afer, thash qysh pa folë, më shtu ma ambasadën e shtetit ku jeton ti, a di vrësht, thash se unë e tha paguj të atim ma shumë se presidenti i shtetit tamë, tha, unë kom zonin ma të lartë se presidenti, e poshat fuqin e qytetarit. Ata e din që politikanë që në shërbim të tyne. Unë u tu të fatlu me pja bëj, deli dajës të shej, Mahmet të shej, ka folë mërë, ka më shtu me ambasatë, të shu i mërë, tha, unë kam ma shumë autoritet se presidenti i shtetit tamë, tha se unë qëjta tim ma shumë. Qytetari ka ma vlerë. Pra ndaj në du të sputut, pi kuj më tut, pi qëtyne që i marin rogat pi nesh. Edhe pa punu, po, kjo shumë, nuk e di shpresoj, shumë po shpresoj që pra po them nëse ata nuk ndërmarrin diçka të paktën, ndoshta na me uzgju, na du të me uzgju. Atlu me paramenon, për shembull, marrëveshjet ndërshtetënore ku i bojnë qoftë kësi që i shohim na nëpër media, qoftë edhe të fshefta, dy qeveritë të dy shteteve bojnë marrëveshje për bashkëpunime, për mishti poplin mu dash nër veti, pa vetë poplin edhe ndoshta përkundër dëshirës. Këtu popli jonë ka qef me poplin në Shqipni ose Shqipnia me ne. Kanë qef bukont afert politikantë na dojnë. A për kuptën çfarë kontra? O, neve pa në ashti dorën kështu me në këthy ka stari zbapun, nuk këfilëm. E di. Edhe këto përqarje tash që pëthu që këtu a folti që ta na dhe ta, po ish as pak nuk më përqen, kjo qasje mu kur nuk më ka përqy, qysh kur im kon shumë ma e rejtë, me thonë kur i kom dëzu të fol, edhe nuk e di, nuk kom ujtë me pranu as një herë, do me thonë. Po në strategi punohet, një herë shajnë, kur e shojnë që s'pëbën me të shajtë, ne, Shqipnin, njëtit njerë shkojnë e lavdojnë Shqipnin ma shumë se unë e ti. Apo kuptojnë, qështë ti marrin urdhat pi këtune pisave t'jashtëm, qështë ti marrin urdhës. Bona tash to, gërditja tash. Gërditja ti Shqipnin, Shqiptarit Kosovës në qëtë formë se ty t'kanë i njerëzit. Të në farë filozofit, cilat i parcialën dhe i një mirë. A di vish me ta po ty, a ke pa, s'na kanë prejt mirë në hotel, s'na kanë po këta, për dit, kanë urna, me gjujt, kanë një si farë detali. Po dhe, se di, nuk di që ka me tonë. E që sa mirë, që për shumë pasaportën, t'ka qu Shqipnia, po që për shumë gjesi pasaportës të regonë. Po. Unë prapë po them, unë atëherë kom qenë fillim të karierës, ka mujtë edhe hiq mësë me ndodhë këtë gjesë me mu. Po mendoj, ka plot shumë gjana tjera që na boj me kuptu që për një me na kena dash një dhe na për një me një, edhe nuk bon me mendu në qatë mënyrë, po nejse. Mu për mbjebu për sërit, ty në ashtë ajo,
plot raste I kemi dhonë, veç në kotë luftës, ata kanë rreziku komplet qenjen e vetë. Si shtet, bile ushtria e Serbisë o konë hirë dhe I poshtë atje, se kanë pas urdhën për Amerikanëve Shqipënia që mësë më reagu si ushtri. Pëdim për mësë më zgjeru konflikt. Hala ka mina në tokë Shqipënisë për shkak nesh. Mina që kanë minu fushat e Shqipënisë, Serbia gjatë luftës. Ata për shkak të Kosovës jenë minu. Edhe Shqipënia ka duru dhe se ka përmend por këtë punë. E na ju përmendim, shej falenderimi I mirënjohje përjetshme. Se këtu sen janë të shtetit. Shteti jo duhet me dojnë në thoneja, dini që është në minune, dhe I poshtë atje. Në Shqipëni. E tjera. Po s'kanë mirë shumë që po folë edhe bravo që e preke vetë këtë temë. Unë të pak të nuk kam arsye kur me shajt Shqipërisë, se unë e se shkoj tash veç hajrin jasha, kështu që unë veç rrugën me marrë ndëj, unë hajrin jasha. Edhe në shpja po hajrin prako është e jotë, ja? Natyresh, jo, unë veç po, adin kështu pe pasuroj kështu pak, me arsyet e mija, kështu personale, individuale, po me të vërtet poshtë, vërtet që është vend shumë I bukur bile, shumë vend I bukur. Po. Se fatlu vezdia jetu e dalu që veç imi tu e bo emisionin edhe hiç për daluot që jenë emision. Që të që kam pak siksis, di shumë e që e ziti ma. Që sa mirë? Jo, a di që veç e me ndova tash, o, zoti marë, unë jam rrit me ty njeri. Unë jam rrit edhe bashkë I tregova një shosës tem, thash, ku unë e kom donë shumë intervista jashtë, ndërkombëtare, sidomos tash, edhe s'kom pas pikë, asi po thash, po shkujt e besim dina, thash edhe bashkë po vje mirë, thash, adin për ftesën, thash edhe, por thash një farë sikleti, një farë përgjësie, thash se ka pas shumë mysafir të mdhej dhe ka pas shumë njerëz, adin thash edhe po më vjen shumë lezet. Pa, pishe sa mirë, o? Vish njerëz zëllë këtë tip televisioni mirë. Për një me po njëra shumë mirë, adin se di, jena rrit me ty. Faleminderit shumë që je rrit tha me mu, kur pare se më ka lyp, as për shkollë, as për libra, as për tomel, as për gjë heq, faleminderit, që si e vlat ku të ka një shikus të ndëruar, vish të vjen mas 27 vjeta, 30 asaj ki, thot, ki rrit, faleminderit mjët pas në rrit, ku të kumbo nuk e di. Halal. E kom një pytje për ty qëtar, se jo veç te me mbo pytje mu. Unë e majëm për që të Ama pundu. shumë seriosisht. Adin, e që vish pak unë jam shumë serioze, për ndryshim kritikojmë se jam shumë serioze. Dhe që ta është vish të kesh I ka rrit. Po se ty të kom përbo. Do më thonë, një ma shikus në ftyrë ma të vrasht, marë ka ike. Oh my god. S'besoj që kini pa në televizion. Shako për me kesh në Jo, qëtë ftyrë? Kurgjo, je super mirë, krejt je në regull. Kurgjo, as nuk tuka, Kurgjo, ke super. A s'ki pa një kurra shka? Jo, s'kom pa besim se ti kur. Pytja. Pytja jam, ama shumë sinqert me mu përgjizve që jam. Apo më përgjizhesh sinqert? Po më nuk rajone. A je normal? Oh my god. Seriozisht? Pse, ku e dalën ti atë normalitetin a je normal? Në skena një jetë përdishme, një jetë përdishme në qështu dishka. Pak ma nervoz, një jetë përdishme, ma masikleti ka pisenet, për shkak që mëna hes puna marë që to. Jo, për të pës se, kur më tregove që I ke bu 714 emisione, unë e thash, zdi do me thonë. Nuk di, kjo është, nuk di, veç kapelen me ta që I qëtash të në taurinë. Seriozisht. Nuk ka beqatë sërë? Për ma për folim, unë tash jam këtë farë pune, këtë farë muabeti, unë e di që shashtë, me thonë. E sidomos me qenë në Kosovë. Pre cilit vetë ke fillu me bo emisionin? 2008 në televizion, edhe në Radio Kosovë më konë 273, 50 gjysi. Edhe kreti tim që shkanë qenë kushtet e qysh, plus ti e ke pas edhe vazhdo me pas me super ekip të madhe, do me thonë, që nuk është let mi aranjhu, e me I menagju, e me I majt, për vitet tona, veç të avdorën. Hama të dorën, ka për të dhejme ta, në ta këthaja petë që ha. Hama këtë, okej. Jo, seriozisht, unë një shfaqje me pas sikletarna shumë. Një paraqitje të vogël dikur me pas, unë një avë për para, ose jam pak I stërmenoj gjanat e sikletona, shumë jom... Jo, se e kam që të manin e perfekcionizmit, kam që... Edhe si loj inspirimi për shikusen, a përdojnë që temen you can get it if you really want, e te anglisht në pëtishe të kumlinjë për në tërë. Prej ma, ku më do ashtë në këtë punë? Ja, prej ma. Po të vim punë, më vi prej ma. Po se edhe, a di qka avlin shumë do shta me të kësu, edhe prap të avdorën, edhe për atë punë, nuk e kelshu nivelin. E ti për të përdojnë gjithë natë me ma qështu, haj herë e hek me pushu. A bëdi lap.
Okej, mas jemi tjetër fushë, pra artin, nashtë me sigurisht shikusi e pranon dhe këtë lloj bisedë, kur ju e keni ato pushka ku del në skenë duhet me kërsit, Stanislavski, Brejti, ose që ekziston në skenë ti dush me arsyetu me një farë forme. Na, a ka dalim në punë, duhet me bo mira, duhet me këshirë me detalja, për që se cilën punë edhe mjeku duhet, nuk duhet ma mjeku me të thonë, në lësha ki syni ku që paka, hajtë se kur gjoja, nisja pimat fështirës, syni ku në ashtë asot duhet me ta hekë synin, pi qasaj nisja. Dhe sa delte që ajo dëshimi themelor që e patës. Ajo, hajtë se mira, oksigena, orë më safirja po, a ishë mirë, e verstofin, a ishë disponun, a ishë okeja, e qitet kafe, a qitet kësi. Ja, këta shumë të mirë për ndryshe, a di shumë kam prit, edhe pse një gjysmë për tyne dhe kam punu me këta, ama fenomenal. Masi që kem të i përmend detalet, na pi përmendime në fushën tonë, po besoj që ishë dashtën se cilin profesion, unë është marrë dhe në puni palane i parrune, dhe pse s'ki mu panë kamerë? Ku përshkon vla? Sakt. Jo, për një me shumë... Kriteret, qysh mi thirë mësafir? Mësafir inspirus. Ka njerës të dojnë, futja mërë do të lavadi, sa klikimet shkujnë. Po nuk e bëjat punë, se jemi mësu dhe kemi marrëveshje interne kështu. A kemi marrë klikime me mua jo? Unë s'jam shumë e famshme. S'jam shumë e famshme. Jo, sepse unë mendoj që plot herë me stafin, thonë, ne të na mesin kujtime, thëmë emisionet e mira. Për shembull, 90% rasteve, thëmë, edhe Spielberg, më thonë për qëtë emision se ki bo mirë, thëmë, shele gojnë se s'din gjo. Se e njim na që e bojnë mirë. Gjithmonë ka diçka të mirë. Finesat, telashet me t'i kalzu, kanë marru hjenat, po si përmene se i kom asgjësu me kohë. Okej. Se s'lojnë. Nuk lojnë me punu, nuk lojnë. E përmene dhe Gjemi Agaj një forma, lapë që ashtu që tha, nuk e gjelizojmë. Ta shty personalisht për të ves kur dush këthejmë për të në këtë tim. Okej. Që shkallove me kolege, ama bërë në ferë. Po unë si kom taku kolegë të me shumë. Energjia që shosh se e nëjnë? Po mirë. Okej. Mirë. Shumë mirë. A di, o shumë interesant, që po du bashkë me ndoha me këte me juve, une nuk jam shumë për aty në aktorve që rish shumë ose shoqërona shumë me komunitetin. Jo që kam diçka, une me krejt në generali kam kështu si përfaqësisht shumë e kam mirë, edhe jam shumë korrekt profesionalisht, edhe me këndën bje me punu, e jap maksimumin tim si profesioniste dhe edhe mundohë me qenë shumë kolegiale, se shumë letë kur e kini energjit mirë dhe kur je kolegiale. Po, na e nisëm bisedën me rrethonat edhe me ngjarje në Kosovë. Nuk është e lehtë me qenë aktor në Kosovë se ti dush me punu edhe puna tjera. E unë nuk kam kohë me pi kafe shumë, nuk kam kohë shumë me nejt, nuk kam kohë shumë... Po edhe kam tipi, është pak tipi jam, jam pak ma e tërhjekne. Kam qenë shumë introverte dhe vazhdoj me qenë ka njerë me raste. Ta është e di që pytja ka me pasu e qyshti edhe aktore dhe introverte. A ne, që ashtu zhvillosh për mena, ma se e dikur vje koha vichit ato. Por, e që për shambull këtë fenomen, e se kësha ujtë me këtë fenomen, këtë gjatë e konë, për shambull e kemi diskutu me shumë gazetare dhe shumë kolekt me jashtë, edhe bashkë tash në Berlinale. Edhe, po edhe regjisor, sidomos këta që janë t'jashtit, e kuptojnë shumë mirë këtë gjatë. Bile ata thonë që, tash, se për vjenë, zdo me thonë që unë jam kështu, po shumicën e rrasëve aktorë ma të mirë, ose sportistat më të mirë, ose disa këngëtar, muzicientat, ndoshta më të mirë, janë ata që kanë qenë introvert. Do të thotë që unë jam qashtu, nuk do të thotë, po vishdo është ta me thonë që atje kuptojnë ma mirë, jashtë, që të fenomen... Sepse jenë ndërtu për brenda, për që ato introvert... Nuk e di. Varet shakishti me, në ndërdijen, me shka kjo është qypër që atë introvertin. Ama unë për një me prej se mbaj vetëm me prej fëmi kështu, unë kom qenë shumë introvert. Krejtë fëmijët për shembull kanë dalë me lujtë në lagje, unë prendi kom pas në punë, besni qik jam, edhe fëmija i madhë, edhe gjithmonë e mbaj vetën men që kom të qenë të ndëgju muzikë edhe të vizatu. Unë kom vizatu shumë kër kom qenë e vogël. Me thonë, qashtu ka qenë fëmija jam. A din, ma ndi ma vonë e kom lonë vizatimin, kom shku ka muzika. Edhe vizatër mirë, a? Nuk me thonë që vizatoj shumë mirë, se nuk e kom zhvillu, po kom vizatu... Jo, të s'mu me dalë mirë del karikaturë mirë. Jo, vërë se ka plët njerë që thonë, jo, ati të ngusë të impononë, kur që së të impononë, veç për qef. Jo, po për me, si e vole di që kom nejtë mbyllë, nuk është që kom dalë shumë jashtë. Jo, vishdo është ta me lidhë me këte, që thua ti kolegë të kështu. Unë edhe tash, do me thonë, prapë të them, kur më bjem e bashkëpunu me te, jam shumë kolegiale,
Po nuk është që m'bjen shumë me dalë me ta ose shumë me nejt me ta, se edhe nuk kam kohë besem. Është mirë, po të pasha ditë që më tha jam non-stop në kontakte me jashtë, dhe shumë mirë ajo. Shumë mirë, e di që është stresuse. Po pak, po se na kemi komplet që të rritëm këto, e atje jashtë është komplet që të rritëm. Në këtë fazë je që ta është do është besulbu. Ndoshta po. Për shkak se është freski, këtë qmimi që është marrë dhe që ta është agendat e artistave janë në gjuhë e ti. Shumë mirë për thu, mirë po prapë po du me thonë se këte ma kanë thonë shumë gazetar, shumë kolegë që po thu, fallu me qka tash. Me thonë drejtëm pak, kjo pyetje më ka bo presion, kështu nuk është e leta, tash ma ndi kena me dole dhe të kjo ngjarja, se për mu s'ka qenë e letë komplet për një jetë, po mënoj, s'po thëm një trajt shumë, po na kena komplet tjetër dinamik këto, edhe kur punomi, jo vetëm kur jetojmë, ashtu kur vojmë gjana tjera, po edhe me shku atje u konë komplet jetë rritëm, edhe mënyra tani që kom përjetu u konë pak interesant, aten. Pse dola këto, është që isha të thonë për, po, që dalë me kolegë, sene, po, dalë shumë rallë, i bjen që veç kur të punoj, shina me ta, edhe kryesisht bjen me punu, bjen se, na edhim krej që prej aktrimi s'munësh jo me jetu, po as me mbjetu. Jo, nuk mundesh. Okej, por, kur punon shumë, edhe kur, po plethot kur ja po një zmetin punës, universi nuk të harën. Dika, po. Ja, nuk të harën, ja ta këthen borgjin. Unë jom bindë me këtë rast, do me thonë, jom bindë. Po, sepse, nëse bashkë i merë dhe i shkon kështu retrospektiv, ndoshta karierës time, se unë që 15 vite jam, luj filma, pak ma shumë ka roa me lujt filma, se sa teatr, po dhe teatrin më ka roa me qenë aktive. Nëse nalësh edhe i shkon mbrapa, nuk po di. Unë e prapë menoj që nuk kom dhonë qatë sa kom renda, qatë sa kom potencial. Edhe nuk më ka dhonë ndoshta rasti, qatë sa unë e kisha pas dëshirë me punu. Sepse a di shumë kjo punë, besim, sidomos aktrimi se ti e din edhe ti ke bu, edhe ti ke aktru, edhe ti e din që shosht. A din, kjo punë është një sigur kur shkon në gjim, fitness, kur banë ushtrime. Të hupë kondicionin me s'momar me ta. Po, ti nëse nuk mirësh, nëse nuk e ushtron si profesion, ti nuk mundesh me u rrit profesionalisht, e qysh rritësh të ta dhonë, rastin të punu, a din pak aty, që të zhvillosh, mirë po edhe vetë du të me punu shumë. Që ta shiki momentumin e hatashëm, kur të thëmë ty... Ani tregoju regjisorëve shqiptar, tregoju komunitetit tim, po ani shko edhe jashtë tregoju. Po këto po du me ta spigu që nuk zdo me kriju pritshmëri. Ja, gjeluzin këtu, që ku a qika? Ka plët aktorët mira. Shumë ka aktorët mirë Kosovë. O shumë ka aktorët mirë Kosovë. Lëdhe një kryt, bëni nej punë të mirë se nga përmendat Kosova, po dhe ju fitoni. Edhe ju fitoni. Shka për thot që 20-26 European Shooting Stars, që e bëca, që kja qika është i kostë të ndëruar. Jenë, u ko një farretje 14-50 vetë, pasajnë 10 aktor, ka fitu Fatlumja. Shqiptare. Është trampolina, thashtë dhe në fillim për mduket, për ndonjë rol në Hollywood. Mas ne këtë shkëpud, Po, jo vetëm Hollywood. Ne, se Hollywood për marim si kështu për top tier i këtë një senëve. Edhe mas ne këtë në del, si Majlinda Kelmendi, mas ne, Fatlumja, sukur për duen, si për rritën që përthojnë, si për arta do broshin, atërë ku për të marrë ato në heshtja leornës, e tjera. Unë e gjithmonë e thamë një sen, dush me punu edhe ti me vetën, edhe nuk bë me prit kur me të angazhu dikush, nuk bën kur me prit dikush me të adhu një rol, kur po të hep një rol, po ti mundesh vetë me shkru një skenar, ti mundesh vetë me shkru një historie, ti mundesh vetë me bu një... Vetë mundesh, edhe ja tash ja kur kemi mundësi, me një telefon, Arti e këta e për thjesht ti mundesh me gjiru, mundesh me bo, e po s'ton, pa parë është, me sot rrjete sociale nuk pagujna, e pagujmë internetin, po nuk e pagujna Instagramin, nuk e pagujna... Sa aktori botnor u bo prej kur shkafe që uhimi zavensu dikon Larry Kingi, ma përmene vetë, Morgan Freeman, shka ka punuaj? Deri për shembull, deri në moshën 20 apo 22 vjeqare, ka punu në prapa skena, ka punu skenografi. Edhe si sufler ka njëherë, edhe di që ka qenë historia që dikush ka mungu edhe e ka zavensua, diçka kështu. Unë të thëmë kamermana me të ne, hadë mërë bëhi aktor se muni bubosi Morgan Freemani, s'me besojnë asë kjo asaj asë.
Edhe mande zoni titi, diçfar zoni ka, edhe po... Zoni shikimin. Po, kështë që po prezenca ati, është ajo aura, prezenca ati. Edhe ti e ftyrë hollywoodiane. Jo, për ta bëj rafsh, kur fa interesi. Edhe me më thirë me lujtë, thonë jo se zdi. S'kam kur fa interesi. Po i ki do vija se i përcjellëm të asem. Për bezë, ku ta shevetin të lujtë. Qika e Demi Moorit, në i rol, shaull Demi Moorit. Po qika soj, jo, më të kalzova. Po, do këtë pak. Pak si Demi Moore, edhe si Dustin Hoffmani, pak. Oh my god, po e goa, du të mingus, ta me thonë, se eftir bashkë në përdok, në minë zi, po shumë e kujdes me qika. Po, së shlarmendjes me lujtë edhe në i mashkull në herë, mu transformu, nuk i djetë. Po, ati më shfar këtë nësije, ku përna dalin qika tonë, është i sportiste, që shpër në epë më njeve. Shkon fatlumja, lunë në me në film francez, kjo i thirë edhe dy shoqet këtuhit, i thirë, po... Hajt i shuala, se e ka ma thirë shumë disë që ka me lujtë jashtë, i shuala. Po bre, atje duhet se mas nësë harron, ma ka laj... Am thirë mande, jo, atëherë së më thirë se thu tash kjo. Ne, am thirë dhe me këtherëm se unë së lajmërona. Po dhe, jo, thot më falë se kjo menagjeri Pjerri këtu, në di në kanë... Pjerri s'po më Kina me shku në Mas 2 vite, s'kam Marsej, se të Marsej thot Marsej, nuk thot se kur tash Marsel. Qështë pastirim, na kemi qefa, Dua Lipa, Rita Ora, për ditë të thirë, prej në asë ju që e telefonin. Ku me pasë, mi pasë atë ato këtu. Vish me na inspiru për e zatëri. Po, nuk e di, pra po them, une edhe atje për komisione, kom diskutu shumë këtë fakt, që ne, edhe pse nuk kemi shumë kushte, edhe pse shteti nështë nuk e bën ato që ka i shdosh me të vërtet me bo, po mundohen, nuk bën mjë gjujt poshtë përpjekjet, po që me të vërtet, unë me ndoj që i shdosh shteti shumë ma shumë me u fokusu edhe me investu në rini, edhe në artë, në kulturë, në sport, sepse e di që po t'ingloj ta shumë klishe, po me të vërtet, e kena dëshmu jo njëherë, po zdi sa herë e kena dëshmu që... E keni dëshmu dhe o malet për shtetin toni cili është i varfër. Se nësë mujme i me maru këtu pjesë për Rolls-Royce fabrikë, se kushtën me miliarda. Artista, sportista, me pak pare edhe me... Të njekën vrap politikanët, kur e morën qmimin, kështë pa ta uroj, kështë pa ta boj? Vinë, po dhe? Po, jo, ka pas. Vinë për veti? Ka pas, jo, ma kanë uru. Shumë mirë. Ma kanë uru, po, sinqerisht ta kanë uru. Po jo, sinqerisht, se zbesoj që kanë bëj hajgare me mu. Jo, hajgare, jo, po kanë për vota. Po, jo, une, se di, a kom qenë këto? Po, kom votu, se shumë, na po votuina non-stop. S'pedit ashtë cilën herë kom votu e cilën jo. Unë asë një herë heq, për ju se di, shka po bëni. Jo, po du me votu, edhe po mdukut, nejse, s'po flasë, po, kom votu, po ka pas rase edhe kur s'kom votu, se s'kom qenë këto. E për qëta që ke votua, a je knashtë, Qëtash, nëse bojmë shumë e sinqert, ju kom do rast, krejtve ju kom do rast, edhe me askens jo me knashëm. Do më thonë, kretë partit i ke votu dhe i sot, krejtve ju kom do rast. Po së menoj që duhet, po menoj, duhet mi ju do rast. Po mëne? Duhet mi ju do rast, krejtve ju kom do rast. Po. Dhe si e këno, për shka? Unë besoj që nuk ka nevoj për pytje. A një, po një të rejshit pytje, Allah? Jo, po, gjendja në të cilën ata shjetojmë, hisë po flasim për artë, për kulturë, për film, për kurgjo, po flasim veç për jetë të përditshme. Jo, për dikat në është mirë, se ku t'i fiton partia vetë, a imi një hejhen punë, pavarësisht, a meriton, a se meriton, t'ju ki pas far njerëz, i ki ku punojnë. E di edhe nuk më pëlqen këtë fenomen as pak, është shumë i potencum të ne, do me thonë, shumë i shprejon, e di. Dikush hinë këshiltara, dikush bëhet ministra, dikush zavenza, dikush... A ti shfar privilegje, po shtash jemi blok, besem. Shtash as këshiltar s'kemi, as kështu këtë blok jemi, shtash. Roga ti morin më këta. Po që jemi blok, nes po mundimi as me apliku me projekte, për shambull. Kjerët hecin, për dit hargjojnë naftë dhe benzin kjerët e qeveris, për dit e për natë. Rogat hecin, darkat, drekat, po ustimet, po që dhe shmimet po rritën. Dhe shmimet po rritën. E s'muni me aplikuju për shkak se Kosova Alasu ka djetë që ka bota. Po jo, se shumica e institucioneve, po mundem edhe atje me apliku, po e vërtet. Për voqa ndaj? Po, unë jetoj këtu edhe praktikisht është ma letë këtu, se unë atje s'kam shpi.
Ande, edhe këtu jetoj, dhe praktikisht është ma letë këtu. Po për një me për momentin jemi blok na, që gati një vete gjys po botë, që ka vetëm ushtruz detyrën e për disa institucione, e për disa vende, dhe kështu që është pak po blokon proceset, nuk po mundesh me apliku. Ose ti aplikon, po blokohet ma ndej. Nuk e din që ka ndodhë me atë projekt. Mu më ka ndodhë. Po jo vetëm mu, plët kolegë vetë me. Kështu që për një me jemi bo shumë, jemi blok. Nuk po mundemi me jetu, nuk po mundemi me punu edhe në thjesht nuk po mundemi si njerëz normal me frymu, se po kemi shumë pengesa, do me thonë. Kështu që e kretë kjo është pasoj e keq menaxhimit të këtyne që i kemi votu, që i thash unë e krejtve akumulon rasin. Të krejtve. E tash për një me po më duken krejt njëjtë. Po më vjen keq që e them, po për një me po më duken krejt njëjtë. Këta kanë vënd punë ma, nuk e kanë për Kosovë. I bojnë hile Kosovës politikalat. Nuk e di. Edhe pikë, so mi ta të folja, pra, po foli që shtu. Po. Zi që shke pështuti dhe i sot. Me him politika? Jo, po flasë kështu zi që shke mirë, kështu që A ke pas farë kërcenimi, Anajsan? Po pra, ka pak shtu po jo direkt, dhe mas e ku ju mbo tigër, ka dhurë që pas ka tigër, këj mrama. Po, ka pas të lefatrika, njëherë me qika, mas e me t'jem me të një. Okej. Po, ja ku jam. Ja ku e, po ata që gudzojnë gjithmonë fitojnë. Mas në edhe, në kanë një mullë do miqë tonë, si farsene. Po, ne kanë zbulu ma herët, do se në matë shef taj, ku hi me ku dalim. Po. Po tja i ka folë për shef. Po, shumë për qef. Për kush gojët? Po s'mund të manual, definitivisht jo. As ty po, as oksigenit jo. Jo. Na vazhdojmë. Hajde të bëj, a ki depresion a shko nëherë mu kontrolu të nej psikologa, për të shaj që ko ke pa komplekse, pa folë. Jo, normal. Jo, s'ka probleme dhe shumë mirë që për e hapë këtë temë, se shumë shëndeti me ndorë është tema aktuale, është temë globale, sepse, unë e tash nëjna fokusohna për vetën ta normale dhe për profesionin cilin e ushtroj, se profesionin cilin e ushtroj është profesion shumë i vështirë, dhe është shumë nga të menve, aktorët her pas here me pas luhatje emocionale dhe me pas ndoshta momente kur nuk ndjehen rehat, sepse gjatë gjithë karierës kanë shumë rejection, refuzime. Kështu që ase, jo, nuk i kamë në probleme full për këtë temë, dhe... Okej, a ki të loshe? A, ty se di. Që përdukna? Jo, për të tazojmë dhe para se mi marë qmimin, qëfar gjende emocionale e kone, tu ka duk vetja që e anashkallune, prej tazojmë për komunitetit, po na kreti kemi, familjes, qështë kemi na gju, kjo vlenë për se cilin profesion? Po, sidomos për Kosovë na pra po themi, edhe pse Kosova është shumë e bukur, më stinglojna shumë, si s'pëdu me tinglu negativ, po pra për qëta të rritë që kanë shumë dëshirë me ecë për para dhe me mbri, unë e menoj që nuk po bëhet sa duhet. Edhe natyrisht një ri kur provon një herë, 2, 3, edhe kur ka padrejtësi, kur ka në shkollime. Konkret, që ta kemi pak... Që po marrë shambull konkret. I kemi sa teatru na i kemi këtu, e kemi teatrin kombëtar, që nuk po funksionon që sa vite. Nuk funksionon heqa? Po jo, a se dina? Pas di gjoj di që anë konë. Jo, teatri kombëtar është gjoja kinse në renovim, po nuk është... Po di gjoj më shele në të në shesh, po. Është më mbyllë që nuk e di sa vjes, po më kujtot, po do shta 3 vjetë. është teatri Oda, që unë shumë kam respekt për teatrin Oda, sepse ata funksionojnë vetëm me fonde nga, po menoj kështu, nuk janë të financu nga shteti. Po, edhe teatru të këtë qyteteve, plus. Po, mandi është Dodona, jo, po flasë, po fokusona veç për më Prishtinë. Sa pak, po menoj teatru ka, edhe sa shumë aktor kemi. S'po flasë për sferat e tjera të arti, po flasë vetëm për aktor, po fokusona të aktor. Ka aktor, jo të mirë besim, po ka super aktor të mirë. Shumë talentum ka. Me thonë nuk e keni idenë. Kosova vlon, është i mblum, është vlon për aktorëve të mirë. Kuj ti thu aktori mirë ti? Jo me emën, po karakteristikat e një aktorit mirë. Po vrejet, ti mund shme shku me pa një provim, gjatë studimeve, se zakonisht provimet mbahen në skene dhe mbahen si lloj shfaqje të vogla, ti tek në vitin e parë, vitin e dytë e vren kush është potenciale dhe kush jo. Vren, për shka thojnë, skena është për ty, kur del në skenë, s'mund është kur gjo me fshej. Krejt skenën, një dhe kamerën, ti nuk mundesh me manipulu, nuk mundesh me rejt, ajo të qatë krejt shpirtin ta qëtë jashtë, edhe jo veç shpirtin, po gjithë shka, edhe vrehet. Ma ndi, unë është gjithmonë e thamë, kur jemi të kjo qushe vrenë,
Edhe publiku, nështë s'është mirë që po shpreja kështu, po edhe publiku ma ju rëndëmt. Jo rëndëmt, po ata që nështë nuk janë t'i vulvum komplet nartë. Po, veç janë pasionant, po. Ata veç, edhe ata e kuptojnë. Ata bile, unë për mendimin tem, unë kam shumë respekt për atë kategori, ata janë kritik të matë mirë dhe matë sinqertë. Po, po du me thonë që Prishtinë, unë një shumë kolegë të me, që kanë shumë talent, janë shumë kreativ, janë shumë punëtor, edhe nuk ju jipet rasti kur. Se Anime kriju vetë rastin, teatri kombëtar, për zë shambull, nuk e di sa është numri i atyne të punësuarve, po për shambull në teatrin kombëtar, është një numri caktum, edhe kaq. Nuk ka për krejt, nuk ka për krejt, që janë trupë rezident, po. Për shambull, teatri Dodona, edhe ata kanë formu një trupë para disa viteve, që ata i mbështet komuna nëse nuk gaboj, mirë po, prap ka jashtë të pa angazhum. Edhe këta që janë brenda, edhe këta marrin nga një rogë, po prap, adin nuk është ju vjerada nështë ta mu angazhum. Po, janë matë lidhë dhe në ma zgudzojnë me po. Jo, nuk është që zgudzojnë, po thjesht nuk është ju vjerada nështë ta nështë të me qenë, po. Edhe, që kjo është, adin, edhe për shalë, ku falem për të kjo pjesa, që është njëhet një aktor, edhe një ri, kur ti provon një herë, 2 herë, 3 edhe din vlerën tonë, edhe tu ka dëshmu një herë, 2 që ti me të vërtet nuk je rasisht në këtë farë muhabetja, mandi kur e shet që është po shkojnë punët edhe nuk po tipët rasti, natyrisht që ti së mund është me përbalu let, nuk përbalot let, tani më saro se pra po them ti ke qenë në këtë punë, na jemi të ndjeshëm, ne jemi si fëmijët. Ne jemi shumë të ndjeshëm, do me thonë, edhe kështu që kemi një farloj egot interesante, gjithmonë do të me qenë dikush që na të regonë që je mirë, je në rukë të mirë, jemi pak, edhe 70 vjetë mi bu, pra, po jo rasisht na jemi këto. A di kur thojnë që edhone që e thash jom introverte edhe jom aktore. është dikon, tash unë nuk e di me psikologji, se si jom shumë, po me pyet nështë ta një psikologe, ajo më tregon pëse unë nështë ta e kom zjedha aktrimin, ose qka nështë ta nuk jam komplet introverte, nështë ta edhe unë e mrenda menoj që hej, ka dalë se unë më të regu që kam talent, e kom potencial. Adjen, kështë që... E pse për shemë musafirve, ku t'ju thonë në oksigen? E kjo egoja mandi lëndohet edhe mandi... Por... Pra po them, e di që nuk është e letë me mbajt vetën mirë edhe me qenë vazhdimisht i motivum, po ajo që ka na kishë shpëtu, pra po them, është puna me vetën, edhe me i gjithë vetës punë me punu, me qenë i angazhum. Momentin kur folje për depresionin, momentin që ti punon, ti nuk i ko me rënë depresion. Unë e mendoj kështu, nështë ta gabim jam, po unë e mendoj kështu. Se ndoshta ka raste njerëz që kanë kriju shumë edhe punojnë edhe prap kanë, se kjo është... Se për shembull, te ke vënë vesh musafirëve dhe ty sonte, kur ju thëmë në emision shumë e mirë, bravo, pse më besojnë, kujtojnë që për ju thëmë pse ki emrin besim? Kujtojnë që për ju thëmë për ma? Po dhe, pësha sa letë është më na manipulu. Edhe ty dhe më na manipulu shumë mirë, edhe ty din. Amo, në kuptimin e mirë. Ama më ka hije. Shumë, po se ki amrin besim dina. Ja, që ta bora si provokim që tash, pse ju doke që e kom për një masë, për një ma, kom për një ma. Ka njerë për një me, po. Ka një me, a ke pas imitime se kupni që imiton. Pa imponim, zdu thuj, e kalojmë. Po më rënë, po s'ka problem. Po se na e kemi, në fakt na e kena dytyra këto. Këto janë dytyrat, kur ti shkon në provim pranus. Ша keni imitu në provim pranus? A të kujtohet? Po, në provim pranus, po, e kom pas një farë kolazhe, e kom imitu Elifarën, Eliza Hoxhën edhe diken tjetër nuk po më kujtohet, po ma ndi e kom imitu edhe këtë Elifarën pak zonës, kënë? Fadile Kryezion, që ka qenë në RTK, po, e di që ju pata pëlqy juris. Po, vishë edhe në gjyrë, në zonit para fakt edhe me Elin edhe me Fadilen, Po njeri du të me ditë ka me profilizu vetën, se unë s'moj pavarotin. As pavarotin, as Barry White, që e ka zonë në gjumë. As ram laj, nuk moj. As kujtohet, Fadilja? Po. A po zonë që ta është ta?
Jo, lejave në qetë në është edhe pushon, pak që ta është për film, da që tu jena... Apo më këtë ekstra për Fadilën, asë jo më vajgare. Ja, që jo, pa i boni. Po, s'ka problem. Unë s'kom boj me te, do shta me vite. Se unë kom qenë prej aty në studenta, që si kom doar shumë imitimet, po e boj. Po vish, imitimi është aftësie njerëz, dhe se i një plët aktor që të sërgjoj imitimi, është bukër i farë aftësie, për e sop temin. Oke, e kume, apo do me kësyrdi kun kamera, apo do në ty? Nuk kemi kamera, a kena kamera këtua? Regjia! Që t'javë pa kamera për bojmë, hajtë. A me t'ka ty? Që ko ki? Okej. Shikues të nderuar, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ju faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim. Stok for aty bestik. Okej. Këta kanë punu me Fadilën. Po. Për ndryshe, Fatlumja, që e kom lezu CV-në e këto, është master në aktrim, plus master në muzik, ka të kry në pedagogjinë, ja? Bachelor muzikën e kam kry, po. Dë master më do ka, po bachelor, okej. Po dhe fakultetin e muzikës, do me thonë. Se i kepi muzikës dole në aktrim? Jo, nuk kom ik. A di që thëmë kërgjë nuk ndodhë rasesht. Unë e shkollën e mesme kom përfundut muzikës. Okej. Edhe ma ndej, unë gjithmonë kom ndesht aktrem, që është e vërteta. Aktrimin? Po, gjithmonë. A si kone e knashe me vete që ki pas që pukon që tërkosh? Apo pse aktrimin e zgjodhe? Shumë pytje e mirë. Shumë pytje e mirë. Jo, kjo shumë pytje e mirë. E vërteta është në çdo herë, në fazat ndryshme, që jetës e kam ka një përgjigje ndryshje për këtë pytje. Okej, që sa mirë. Që ta përgjigje në beqej, bo? Se po se rritë është edhe normal tani e zbulon vetën, se aktrimi është një formë shumë e mirë për me njoftë vetën. Okej. Muj me thonë që kur kom qene vogël, se muj me tregu ku kom fillu për herë të parë në skenë. Kalzona? Unë kom fillu për herë të parë, me prek skenën edhe mu mundu me bodi qka në skenë, kom qenë veç 11 vjeqe, edhe kom qenë refugjati në proshten të Macedonisë. Okej. Edhe di që atje ka qenë një organizat me disa të huj nga Izraeli, Spanja, nuk e di, edhe ata jënë marrë kështu intenzivisht me bo gjana edhe aktivitete kreative me neve fmit, për mës më nale ju, me undiku prej traumës, luftës, këto gjana, edhe e di që unë aty për herë të parë kom lujtë shfaqje, edhe kur se haroj, këte kom cek edhe në Berlinale, kur më kam pyt në një intervist, unë edhe me thonë sot vdes me ditë, ku janë ata dy njerës që kam punu me mu, kanë qenë një qeft një regjisor edhe një regjisore. Ajo din jo, a? Po, Miguel edhe Begonia, po nuk ja din di emrat. Edhe unë e vdes sot mi gjithë, ajo në gjalla, ku janë, që është puna atyna, din, të me thonë, e unë e kom punu me ta, të me thonë, unë e si refugjate, në ne përshten gjatë luftës në Kosovë. Ti ma sa buri mirë, jam kom halajaran Miguelin. Miguelin na, të fala. Okej, edhe, do me thonë, që aty ka fillu për mu? Mandi, unë jam këthy në Kosovë edhe kom vazhdu shkollën, ama gjithmonë e kom vrej që... Aktrimin? Po du aktrem. Po jo për më bo që tërkosh, po se djetë? Nuk i djetë, nështë emisionin e një mit vi, edhe ta tregoj... Arsyen tjetër. Po arsyen tjetër. Ato definitive. A kjo, du me thonë, si shumë are edhe si fmi, e kom darë, sepse vishë më ka pëlqy. Mandi... Gjatë shkollës mesme, kur kom qenë muzik, gjithmonë i kom ndjek audicionet. I kom ndjek, disa për tyne më kanë marë, që si shfaqje rolit vogla adin. Ma ndej, kur ertë puna me zgjedh, edhe prindrit, po edhe shoqnir, unë kom pas shumë shoqnir në aktrem, edhe kretë ma kanë bo fallume, je shumë mirë, je shumë, bile ma bëshin shumë zotnishë muzika, shto kështu, shikan këta, ato logaritjet, mes hajdi në aktrem se s'ka pare, mes hajdi në aktrem se është shumë shtirë, me të vërtet o shtirë, po në thësha jo, ane këne, edhe po mbindën edhe vazhdova studimet në pedagogjit muzikës. Bravo. Pedagogjia muzikës ka qenë një periudhë shumë e mirë, sepse one kom studiu në kohën kur kanë qenë profesorët më të mirë të muzikës shqiptare kosovare. Se mësë më i përbend? Kom i përmen, se i kom pas zamra, kretë profesorat, kanë qenë shumë të mirë, edhe jam shumë për një me fatlume, që unë e kom studiu me një kohë, kur i kom pas profesora njerëzit që e kanë kriju, edhe kanë kontribu në masë shumë të madhe për muzikën shqiptare dhe për muzikën e Kosovës. Do me thonë, unë e kom pas
Mendimen Gjicen, që ka bo himnin e Kosovës. E kom pas Rauf Dhomi, i cili më ka thonë lexim partiturash Raufi, ndër tjerash është i njoftun edhe për Gocën, operën e parë kosovare, edhe shumë vepra të tjera. Pastaj e kom pas Zicria Ballat, njohje instrumentesh, mandje e kom pas, ka qenë shumë unik, Bajar Berisha. Nuk e di a e keni njohë, Bajari, nuk e di a ka pas njeri ma unik edhe ma artist se sa Bajar Berisha. Bajari u konë shembli maj mirë se qysh do të me punu një njeri, jo vetëm në muzikë, ose në aktrem, ose në artë, po Bajari ka qenë diçka i jashtëzakonshëm. Sot, a janë të mirë profesor se kur tha paras në gjeneratën ma të mirë të profesorve, pi bje që sot jenë ma poshtë sa ta profesorët aktual, pa da është me sulmu me ofendu vesh pa fam. Jo, nuk e di. Bile shumicën për tyne ta shikom kolegë me cilët kom studiu me ta. Ta shiko ardhrani atyne me bu profesora. Super. Jo, unë mendoj që janë të mira ata, po tani, se kem të folë, tani prej muzikës unë s'kom pauzu asni vetë. Se kom përfundu muzikën, direkt e kom shku me apliku në aktrem. Sa jemi të muzika, ta shku me të vetë muzika, sot, që servohet në media, edhe që eksiston. Takon, je edhe aktore, je edhe profesore reshë muzikës, edhe profesoresh në aktrem dikcion e levizjes skenike plan për i legjëreshë. Ku është muzika Shqipe, cilat janë pasojat që na, për esap teme, na kanë prish muzikën Shqipe, sot, cilat janë pasojat për pos që përprishet muzika. Nuk isha qas në shta që ka që vrash. Po, është në krizë, po kjo është globale. Ani, na janë amat nishëm si popull, si na janë këtë lamitje në atë nishëm. Po, se na, nështë ta baza jo nuk kom pak ma e likëndshme, nështë ta për këtë arsye, se ku do që shkon tash muzika është në krizë, po pra po shë baza, shë tradita që na, nështë ta se kena pas edhe shumë. Unë pra po them, i ceka profesorët, po ata nuk mjafton, vetëm ata emra që kemi pas, do me thona. Ma ndaj puna muzikës, unë menoj që jo vetëm një njeri kur donë me u bo, edhe ndonë mendin me u bo muzician, du të me studiu muzikën. Unë mendoj që një instrument, sepse edhe kom studiu, edhe kom volumtu shumë për këtë pun, gjdo fëmi, gjdo njeri është mirë me u marë me muzikë. Gjdo person, pa marë për asy shfar profesioni ka, është shumë mirë me lujt instrument. Sepse instrumenti, ndjeshmëria për tingullin, edhe me u marrë me muzikë, të hapë trunin edhe të ndimon shumë qka do që ti je avokat, apo je doktor, apo qka do... Muzikë, ndër artet madhë vjetra. Sidomos të këfëmijët ka rol jashtëzakonisht madhë, ma shumë se sa që ne mundemi me imaginu. E studiune e vërtetune. Po, është me hulumtime. Une, për shambull, në masterin e aktrimit, kur e kom fokusu pikrisht të fëmijët, do me thonë. Po jo vetëm të fëmijët, po dhe të fëmijët me nevoja të veçanta, sepse është një kategori që adjen për shambull, tek ne vjen keq që nuk ju kushtohet shumë rëndësi edhe shteti, po edhe përgjithsi na si njerëz edhe si kulturë, si mentalitet, nështë ta nuk bojmë qatë sa duhet me bo. Jo, s'bojmë. Ata me një farforme janë krejtë si na, edhe du të mi pas kushtet e njëta, edhe trajtimin e njëjtë, edhe po. As na elaboron edhe pak që ta, shka përfshin që kjo masteri për fëmijët me nevojat veçanta? Shka është puna jote që ati? Shumë e mirë, shumë shajt e ke marrë këtë drejtim, bravo të koftë. Po, që tu po du me dojnë që une e kom marrë si tem për master në aktrem, teatri fëmijëve, edhe teatri fëmijëve me nevojat të veçanta. E para, e kom pas pak vështirë edhe për me gjetë literatur, po aty më gjindë. Mirë, po ajo që ka mu më dhemë edhe që ka shumë ende kom dëshirë, unë shumë kom dëshirë me praktiku. Jo veç teori, se unë e kom bo, e kom ledzu, për veti e kom përfundu, po unë me shumë knatësi, me gjithë zemër, me gjithë shpirt, kisha pas dëshirë unë si fatlume me kontribu për këtë kategori, do me thonë. Nuk mu ka dhonë rasti, sepse nuk bo tek ne. Ka tendenca me u bo besem, po bot shumë... Më vimët që është bot. Jo, më vimët ka tendenca, po nuk bot shumë profesionalisht edhe nuk e di. Unë e me shumë knatësi kisha kontribu edhe që publikisht, për them, qoftë edhe shkollat, edhe kurset, edhe kushtë që janë organizata ose shoqata,
munde lirisht me mftu, unë me shumë knasi, pa asni shpenzim, po do më thonë, po. Jo, e boj me shumë knasi. Bravo Fatlume, faleminderit një mënd aty ne, për shkak, pse pa thoshtë, ishtë dash më bo madhashtore, më mush publik, më shfrëzu dhe për, s'po do më thonë humanizm, për ndihma, për rime këmbje, të asaj pjese që mirët me ata fëmi që mundi prej ma që shenë pjese jona. Edhe se nuk bërmi në vlerësu se pra ka organizata që merën, ka njerës që ndimojnë edhe që mundon me kontribu, nuk janë që, po përime, po edhe në kësha pas, dëshirë dhe me shumë klasi kisha kontribu, po që ishdo ashtë mu bo ma shumë këtë drejtjem, definitivisht. Edhe kur jemi të kjo pjesë, ndoshta po dalë për preki pak këtë pjesën në grupin me autizëm, se po du me ndërlidh me që ato që tash unë për veti, që tash kom qenë pak, edhe vazhdoj me qenë ka njerë shumë introverte, ndoshta edhe kom qenë, edhe unë kom pas një dosë autizmit, nuk i djeta, aty s'kom hirë shumë me studiu, po du me dalë të kjo, ndoshta e din, besoj që e din, pikrish këta persona kanë shumë aftësi në artë. Edhe kanë shumë, edhe shpesh herë, jo vetëm në artë, po kanë disë... Edhe kanë do aftësi që na nuk i kemi. Adin, tu njës prej kësaj, du të ma shumë, kjo du të më na intrigu, edhe du të më na dhonë është arsye pak ma shumë, për me ju kushtu rëndësi, edhe me bo diçka që me u zhvillu ata. Pra ndajna nuk jemi të aftë me punu me ta, kupto drejt që ta që për të thëmë, sepse kanë ma shumë aftësi se këta që mirë, si kanë ma të potencu në disa aftësi. Po, shumë shumë se ne, po. Super sak, që shkimi mësu ti kur se di matematiken. Pra ndaj du të mu logarit pjesë e jona na pjesë atëne, edhe me logiku e me menu shumë, shka me bo. Që e fatlume, kjo pjesë ata është kjo që ta vdonat kurorën e ndryqme të tonën, kur mirësh edhe me si sena. Një aktore me potencial botënor, më sarënë shikusë të ndërë, nuk ka që ti heqmi panë shumë shpejt jashtë. Jetë ma thirë shumë i shala, faleminderit. Po, i gjasat janë, po tash nuk bërë shumë e kriju pritshmëri tani me rënë depresion. Jo, pritshmëri, po janë gjasat, edhe me bo më së mëndodhë. Po, unë a di qka kom thonë, edhe nëse asë edhe një rol nuk e marrë ta shërtutja, edhe pse nuk punoj, besom që nuk punoj dhe nuk jam aktore, ose nuk asi për qmime. Qmimet për mu janë shumë diçka relative. Po, aj procesi, ajo koha që kom qenë unë atje, aj programi, ka qenë diçka fenomenal. Edhe qas që më lumëtëru, qas që më ka rrit, qas që më ka këthy në gjeneza, dhe me thonë ma ka kujtu atë entuziasmin e fillimit pse unë ja kum nisë me studiu aktrimin. Se rrugës, ti harron, se qatë shumë ka sfida, probleme, peripetisa, që sigur kur lodhesh, e këto raste, diqysh nëse heq kur zho, ta këthejmë prap qatë farë entuziasmin, qatë dashnin, qatë pasionin e fillimit, edhe me të vërtet ja kisha dëshiru, nashta krejt këtë formatin e njëjtë nuk munden, po gjdo kolegu tem, aktor, ja kisha dëshiru me përjetu diçka të tillë. Është diçka që të shqen, nuk e di, të frymëzon shumë. Ajo, okej, apo ne është mirë? Jo, pa lidhe, qëta shkova. Se mu ka bo vëzves halas të raqë kjo, se të bike bukur shpesh. Apo dërë me më raqë? Jo, bira. Fatlume, a që ti si vëndë për disa foto? Okej, s'ka problem. Kemi bukur disa foto, edhe me staroj monal të shka nga servohet në televizionet tona. Një komentonin, pavarësisht fotove, s'ka të bëj me foto. Si një shikuse, si një profesioniste, parë se me shku të fotot, si një shikuse edhe si një profesioniste, ndërthuri shikuse që tha e rëndomt edhe një profesioniste, shka nga servohet në Kosovë, në për televizion. Nëse flasë vetëm për Kosovë, më falni që jam kaq brutale, do me thonë, po kur ma keq media në Kosovë nuk ka qenë. Pse pa thu? Për shumë arsye, për mbajtja, mënyra, kriteret, standarde, do me thonë, nuk ka ma standarde, nuk ka kritere, nuk ka zgja, nuk ka përmbajtje. Do me thonë, unë nuk di sa emisionit fëmive ti ki. Sa emisionit fëmive i ki në Kosovë. Sa emisionit fëmive i ki. Sa kuize i ki. Kuize vich nam do këtë e kemi, nështë ta kodën e studi. Sa show emisioni i ki për pos oksigenit. S'po flasë për ato Big Brother, ato se ato nuk i konsideroj edhe nuk
do me thonë kategorikisht nuk jam pro tyne. Çfarë pasoja ka me pas populli si mas teje, pas një kohës, po thëmë 10 vjetë, po as një javë, një vjetë, 2, që shësheti që të ndikimin medjave, si shikuse dhe si profesioniste? Jo, unë nuk po pres me kalu 2 vjetë, unë që shtash pesha, do me thonë. Po. Këta, me këtë llojqasje mediatike, ja kanë dhënë, si me thonë, diqysh lirin, gjithë se cilit me qujt vetën gazetar, moderator, qka janë këto tjerat, tashmo influencerat janë në mod, unë një shumë gazetar të mirë fill që janë në hije tash. Edhe kanë, nëse disa që janë të angazhum, ata cilët janë të angazhum, kanë shumë pak shikueshmëri ose klikime. Edhe nuk ka të bëj kjo me profesionalizmin e tyre apo me kreativitetin e tyre, po ka të bëj nështë me qëtë pjesën tjetër, po. Nuk di, unë jam shumë e shqetësuar në fakt në këtë aspekt. Sepse, unë për shkak e kam besën time e kam 8 vjeqe, unë nuk jetoj me te, po se herë të kaloj kohë me te, mundona maksimalisht me e observu, edhe me pa qka po shet, qka po edhe ju thome edhe prindërve të saj, apo keni kujdes do me thonë qka, adina pe kontroloni se nuk di do me thonë. Pasojton të mdhaja. Pandemi hesapi, sukur me t'infektu me dishka që ashtu infektosh edhe me media. Edhe më vjen keq, me të vërtet më vjen keq se një shumë gazetarë të mirë, shumë moderatorit mira, që nuk janë vetëm të mirë profesionalisht, po edhe kanë paraqitje, edhe kanë pami se te foli dhe ma herët, ka rëndësi, sidomos për televizion, ka rëndësi shumë. Mandej, unë tash me qenë se ligjeroj diksionin, shumë kom pak deformim profesional, kur i shoh për shembull trit që nuk artikulohen bukur, që nuk kanë shumë oratori, nuk e ki idenë so më pengon kjo. Tash nëse dëm edhe ma sinqert me qenë, në disa intervista nuk kom pas vullnet me shku, veç për shkak qasjes edhe mënyrës qysh ata moderator i qasin mysafirve. Hajde analizoj edhe pak e profesioniste, qysh nuk duhet me ju qasë mysafirit? Po, unë me ndoj e para që ti dush me ditë kënd pefton. Po. Dush me ullumtu për atë person. Po. Nëse është një lëmi që nuk është në lëmi në njëjtë, ndoshta është mirë edhe për atë lëmi me ullumtu, edhe me ditë çfarë pyetje mi bo. Po, me lexu. Unë po ta tregoj një rast konkret, më ka ndodhur me një televizion tonin shumë të famshëm, specifik me emër, më ka thirr një çikere, edhe po, kom qenë në Varshava Film Festival, mas ju më këthy, më ka thirë për premierën me Folt, filmi që është dhonë premier atje, edhe një javë për para jo më ka thirë, edhe si me thonë dështë 20 minuta para se me fillu intervista, tha të lutna, mi dërgon krejt material, thasha nuk ke hullumtu, a nuk e ke marë, do me thonë, une, qka bona, se zdo ashta me prish energjin, ka qenë në televizion, shpejt ju mundu, i kom marrë krejt materialet, krejt, po, ja kom dërgu. Po, as i shdo ashtë ajo atë punë me bo një javë për para, edhe mi përgadit pytjet, a nuk i shdo ashtë ajo me ditë kom pefton, a nuk i shdo ashtë ajo me ledzu pak për festivalin, ose për kinematografin, ose aden, nuk di do me thonë, unë jëm një shumë e ofendume, edhe jëm një shumë keq në ato momente, po nuk dësha me prish energjin, i shkova intervistës deri në fund, po kjo më ka ndodhë, edhe në kështu që, nuk di, edhe qysh prej atër që kjo ka ndodhë para 2-3-4 viteve ndoshta, nuk ka shku t'u përmirësu, po ka shku gjithmonë t'u bo dopt e ma dopt. Aden, zi, dashni vla, obis dashni janë ashtë pëtën. Që fjallë kemi në atë shkrune? Qëre që ku në alëm bashkë të dashni që ta shadel? Respekt. Do i kemi që në acidin rëtullog shto lup që thojnë ta teknikt. Veç si fjallë pozitive. Jemi mundu me qitë në oksigen. Janë ja 40-50 fjallë që i këmë zgjedhë për marak. Pse, unë i shumë mirë, ti perfekt, po pse, qysh qatë, ka të kërë ideja, qysh me qitë? Po, inspirim bre, me i frumëzu njerëzit bre, në vend të rejtjes dashni. Unë e këtu i kësha bo në billboarda edhe i kësha qitë në qytet. Edhe kur ma shumë se tash s'kena nevoj me bo diçka të tilë. Kuota, motivuse. Mas ngrosësis të këshojmë shkape në vjen empati,
Këtë qëto që kemi nevojë dhe duhet me i pasna. Po, shumë. Qëto janë që 5-6 vjetë, i kemi qëto shtu që nga cilën. Një 5-6 vjetë që Empatin, dashnin, ngrotësin, fisnikrin, nuk është që si kemi ne. Që edhe gëzuar, e ku shkru dhe gëzuar, që e bes, besa, kjo për mua shumë e ndjeshme kjo fjallë. Kjo jam një emo. Po jo besem, për besën, se na kemi si... Na mami shumë për besën, po veç besë, po më duke të s'kemi. Besa shqiptarit o shqiptaria. A të qëtisim në për foto? Po, liresht. Hajde, ta këshim shapëra thët fatlumja? Jo, okej, për në ishë mirë? Po. Loshka është emisionit. Kër më thami zjedh fotot... Po të zjedhin disa foto për cilat, pojmë një koment. Unita pak në siklet se edhe ju e kujdeshme, sepse... Unë e kom byllë disa rrjete sociale edhe pash s'kom qenë kujdeshme me i rujt fotot. E fotot nështë ta matë mira nëse gjirimeve ose disa filmave nuk kom ujtë me gjithë. Po gjithsesi, e krejt që ka kom i kom do asi që lavdrona në Instagram, i kom si do qmime, do si si farë. Nëpse që nga dojmë me të po jo, njoftë. është mirë, që unë menoj që publiku du të më të po edhe kur nuk je mirë në herë, edhe adjen se na nuk jemi, kjo është rezultati. E diri të qaj rezultat... Po mirë dhe, po si pas këta është fotot. Jo, si kom. Ti boj me AI, do kështë e konë ti. Hajde na i fotot që të shëtisim të... Ajde, po, që të pëdu më ndalë? Gjeva qoraj? Po. Jo rasisht e kom marrë këtë foto, sepse unë e kisha ndëgju ma herët, jo kisha ndëgju, po i kom pa dhe filmat e ti, për mu është njërin ndër aktorët matë mdhej kosovar, shqiptar, pse e veqoj të ndjerin a gjingjevat është sepse e kom pa një njërzilak të papam të kënjëri. Edhe ma kanë thonë, para se me gjiru, edhe kër e kom taku, kemi qenë 3 javë në thet të Shkodrës kemi gjiru, filmin Mali Harun, nga regjisori Ardi Sadiku. Sa shumë kom su për e këti njeri one, të me thonë, nuk pe flasat aspektin profesional. Kom su qësh është një njeri madh, ka që njërzor, ka që ngrot, ka që modest. Edhe definitivisht besem, e di që t'inglon shumë klishe, po njerëzit, vërtet njerëzit e mdhej, jo njerëzit ma të thjesht, edhe jo njerëzit ma... Po për që është i thjesht, modest, i dashën, është i madhë. Pikrisht, edhe nuk di dhe me thonë, une jo rasisht të zgjitha këtë foto, se ato 3 javët që kom punu me te, për mu jo në konë pasuni. Pasuni. Edhe, une tash, se tash e thonë po, adin të i budo vjetë, tash vinë gjëndrata të reja, edhe kom marrë mësim, qysh une kur punoj me aktor të ri, qysh me ustil. Sepse unë jom dridhë kur kom dalë për para gjigjevat, se kom dëgju si amën, i kom pa filmat e ti, edhe dishysh se di. Edhe këm ma ka dhonë një shambull shumë të mirë qysh mu sile dhe me aktor të ri. Kur nesër, unë t'i boj do vjetë, dhe t'i boj një karierë. Me frëmzu, me japë shpirt, apo? Jo vetëm shpirt, po mës mi ana shkalu. Po dhe? Mës me maj qëndrim da i tyne, po mi ofru. Këm ka ofru shumë, do me thonë. Tepër më ka ofru, edhe ka qenë si prind me mu, ka qenë shumë i afërt me mu. Nuk e di, ato 3 javë kanë qenë të arta. Që të fjalla e ke thonë kur ka qenë gjallë gjevati? Po, ja kom thonë. Bravo. Edhe a di qka, kur kom dëgju që është i smut, ka jetu të ora atë, me një kolegë timin, unë jam ka njerë për dëgjana, jam gëgja tradicionale, edhe pse jam aktore, jam shumë... Unë shumë kam shef po, që shë thadit, të njerëzit sa e në gjallë, me aton, du, që shdo që tjetë, a është dashni, a është ashto, a e ki gabim, a se ki gabim, unë du mi thonë sa është gjallë. Edhe, kur kom dëgju që është smut, edhe që është gëgja kështo, jo në gjendjet mirë, kemi shku me një kolegë dhe e kemi vizitu. Edhe nuk ka pranu, se kjo ka qenë shumë pozitiv, nuk ka pranu, ne me shku në banesën e ti në altë me unë gjitë, sa është koha e mirë, po dalë ta po pi kafe me juve poshtë. Edhe këqa ka qenë kafja e fundit me te, nuk e ditë, me thonë është shembulli ma i mirë i një njeriut që kalon shumë gjurëm të mdhaja, edhe në kinematografi edhe në teatr, po mbi gjitha, une më ka metë të une në kujtime si njeri me një njerëzillëk të papam. Jo rasisht e ka marrë këtë foto. Shumë mirë, logarit që sot dhe je frymëzim për
aktorë të ri, për shika të reja, po që shtu, për që ata për bisedojmë. Po menoj se tash nuk di, hajde një foto tjetër, që tu, që t'jepi shumë blojmë gjosin, po dhe Princ Leka. Lekën, po, edhe a, jeti që tu? Po, ka qenë çmimi im i parë në film që ka marrë. Edhe ka qenë edicioni 10 i festivalit 9/11, nëse të kujtohet që është mbajt për para, po ka qenë vetëm 10 edicione. Ka bu një punë shumë të mirë, që është e vërteta, se... Dërimi në Amerika, është? Po, tash është në Amerikë, angazhoj ke shumë, do me thonë, shumë të reja që dojnë filmin, edhe angazhoj... Los Angeles, sa di unë. Po menoj që edhe kë ka bo super kontribut me atë festival, në atë ko. Pra po themi, pra ndaj tash edhe ty, se në atë ko kanë qenë kushtet edhe ma të shtira, edhe me bu diçka, u punu ma shumë, bravo. Me bu diçka, nuk u koni e letë për shka kushteve. Besa pa të bo dërimi me shokë, ka pas ata teatrin absurde, i kanë bo do humoret ta, si Monty Python, e kanë bo sanët mira, po si në Kosovë që shkojnë ide të bukrar, gjuhën e në bërlogë dhe i shtin njërës të mirë me ikë. Foto tjetër për Fatlumën, se dubi vetë mas nej, ajo është adhuru se poezi sa shopuna seja. Bukur do qmime i kështë marë, po gabim e ki që nuk i thu, nuk shfaqësh, është gabim. Modestia okej, po është gabim. Se di. Me pasitune që ta European, që shkeqe ja, shooting star, në përshpia bre u kësha arë gjendë dhe ty dhe thonë ampote. Që tu ku jemi? Këtu jemi në Berlin, pra, të European Shooting Star. Që tash? Pikrish në atë natën kur e ka marrë çmimin, ky është regjisori i famshëm bosnjak Denis Stanović. Ky ka qenë njerit edhe president juris. Edhe në këto momente, po shihet ka qenë të e lexu atë përmbledhjen e komenteve për mu. Se gjithmonë para se me ta dhonë çmimin, ata japin një koment pse ta kanë dhonë qatë çmim. A din vlerësimi, çush ka qenë performanca, çka shojnë ata të te dhe çka paka shumë pritshmërit, që mu kjo pjesë gjithë më sikleton edhe më frikson. Po, kjo kohën të e lexu pikërisht atë anglisht i thonë feedback, Pedim feedback, po tash pas i s'pedim shqip më thonë, po pi kuptojmë shka. Komentet, po. Urime prapë që mi, këtu? Po, që kjo është e njëjta në atë për kumarq. A jeti që atë? Po. Si inson? Po. Si eshtë, tap. Po, që ashtu ajmë. Shka po thotë që atë anglisht? Kanë cek filmin, me cilin film kom qene nominume, edhe që ato komentet për rolin tim, e kam përshru rolin tim. Filmi ka të bëj pikrish me kategorinë e grave të mbjetuara prej dhunës seksuale, gjatë luftës në Kosovë. Edhe e ceka në fillim, skenarin e ka shru profesori Fadil Hysaj, një skenar shumë i veçantë besim, jo vetëm atim, po gogja thellë edhe gogja largë gjundëm, me thonë, është një gogja, e ka një koncept mjaft interesant, sepse a i ka zgjedhë, me thonë, në storje, që ato gra, ato personazhe, me përdor artin si terapi për me ushëru. Edhe roli em është roli Emrikës, që Emrika është njëra prej atyne vajzave, që shumica e atyne femrave që janë atë grupë, që shkojnë atë art qendër, në film, po flasë për filmin, hezitojnë me indo tregimet e tyne. Disa nuk mujnë sepse ju vjen mare, disa nuk mujnë sepse... Edhe ti e dhunuar në atë film, apo? Edhe une jom prej atyne që pranoj me tregu storjen time. A ki drejt me shkëput në fragment tekstual? Jo, nuk kam drejt, sepse nuk është shfaq në Kosovë vende. Edhe, po që kjo roli Emrikës është ajo vajza e cila donë me ecë për para, nuk donë me nejtë në atë gjendje, edhe qka bon tash ajo pranon që storja e saj, se shko njerë e të regon historin, edhe ma edhe historia e saj luhet në teatr. Kjo shkon edhe balafaqot, e shë historin e saj, e shë në teatr, edhe po, që aty është qaj momenti kur kjo e shfrydzon që atë ndjesi edhe pastrohet ma ndej somehow, me një farë formë, me një farë mënyre. Ajo natyrisht kur nuk largohet, po që kështu që kjo është tematika e filmit me të cilin unë kam qene nominume. Pra ndaj thash në fillim, unë jam tut shumë sepse s'kom pas rol kryesor. Po ja që nuk i dijet, kur nuk i dijet, kur nuk i dijet. Për dy sene shumë jesh edhe që ki fitu ti, po edhe që kë
Kjo histori të regot, po pra, ka fitu në Evropë. Që këtu jam, do me thonë, kjo është filmi Hanam, aty shit pak shqeqerja. Këtu kanë mujtë me funksionu shumë agentura që mes milion kë film me fitu, për shkak të propagandës që na bojnë neve, si dhe me skandot dënime. Jo, unë e kom folë dhe atje, bile, me qenë shumë e sinqertë dhe që kam ka ardhë pak që di. Njena prej aktoreve, se ka pas edhe regjisore dhe aktore dhe producenta në juri, njëna prej aktoreve ka qenë një serbo-daneze, diçka kështu, në juri. Ajo maksimumin e pikve me kishtë dhonë, nuk e kom ditë këtë sanë. Ka ndihut civilizimi danez? Garant. Jo, seriosisht nuk e kom zi. Se ma ndim ka roa dhe me darkumete, sepse këtë juria ishën atë me neve, gjatë gjitha t'june ditve, kemi pas ku me najti me kështu. Fatlume Bunjaku, atje, Albania, Getty Images, fotot për navin, që kush nga bojnë neve reklam. Kajtë qikat, na harangopat, po mja dhe futbolit, na marshit përgjëjq. Jetë shumë interesante dhe studentat e me të me thonë, qikat janë shumë ma gjalla dhe janë shumë ma... Kajtë qika, Allah, në muzik, në sport edhe në art. Në aktrim për flasë. Që kjo ka qenë ajë momenti kur ne kemi dalë në tepit kush, kjo ka qenë një farloj kalimin të pjën e kush, para se me shku mi marë qmimet atje. Edhe thirën emrat e krejt aktorve. Edhe ty të thënë Fatlume Bunjaku, Albania. Po. Që e pësa? Që dhe pëdike me bo kështu dhe me këpoza. Po, që tash kur shkon atje se kiqare kështu. Shkojnë vetë ato. Po, vetë dur të po shkojshë. Që, bo pas shkojnë unë aty gradoni armes ki shkrem, se pëshuj më. Po talë bro jam brabor, pa shaki me bo. Që prezentimi Kosovës. A pishe që Kosova është ekstremeve. Kosova është losk. Edhe ka shumë talenta të ri, oh my god, shumë... Futanak si. Shumë bre shumë shapa zëshirë shteti me bu shumë ma shumë për talenta të ri. Hajde qika, jep një pak pa te për gazë, dhe nësë për mujmë na. Qka keni bre, qka u bu kështë, qka... Stima kina shkelin ngriz në qenit, a shkarga ka gjeta, kina pi tomen mrapsh të dhisa, shkëpëdim, se kina pi kontra vla. Kur gjëhish, futbol që të mirë, bol që të futbol mo. Lejsan që si? Po. Që e basate. Ajo në mes aty është drejtoresha a festivalit. Komedit ka sa hamburgera e kini hongrat në tini knëq, pa pare. 2-3 kosa jogurta, knëq për krejt, lopë. Qef është për pe, bravo Fatlume. Që kjo është garust, konkurentët tuaj, a kosti? Këta, dhe me thonë, këtë janë si kurun, dhe me thonë, se cili prej tyne përfaqëson ka një shtatë. Ka pas prej Gjermanisë, Francës, Italisë, Irlandës, Belgjikës, qa ka pas tjetër, shumë e fort, shumë, edhe adi që pak po tregoj drejt, edhe në kështu s'po trej. Kur kom shku në fillim, për ndryshë grupi jonë ka qenë shumë grupi mirë, dhe ata të European Film Promotion, na të regojshën zdi së herë, që jeni grup shumë i mirë, jemi do ashtë, kemi qenë shumë me zveti friendly, kështë të shëshmushëm, se ki i loj rasti, dhe me thonë, edhe atje, dhe me thonë, asje, po ne kemi qenë shumë kompakt, shumë mirë me njëni me tjetrin, që do ashtë të me thonë, po, këta kretë kanë ardhë me super ekip pas vetës. Jo, pak, fukarallëk, borak me veti. Unë e vetë. Vete, ba? Po të ne mantija, ne borak me veti, me levës. Edhe po të regoj drejt, gjithën e parë, adin unë mbledhëm në atë hallin e hotelit edhe, i po asha krejt, prime unita pak, oh my god, unita pak, jo inferiore, po se di unita pak vetë, edhe pse ishin qendra kinematografike e Shqipërisë dhe qendra kinematografike e Kosovës, po ata ishin në për ato pavionet e tyne, adin, që kishim punë të tyne normal, edhe prime, se në Kosovë, edhe këta po du me diskutu, në Kosovë aktor nuk kanë agentas, nuk kanë menagjera, sepse janë kryesisht, në Kosovës nuk ka, janë t'jashtit, ata t'jashtit përshka këtyne problemit vizave, këtyne gjanave, pritojnë me marë, dhe pse din që ka talent e këne, po pritojnë do me thonë me ju hi këtyne punëve kështu. Kështë që ne kesh veç vetë kom qenë. Po ma ndi jo, pra po them, këta njerët shumë të edukum, shumë të rritun, shumë rehat me vetën, shumë të plëtsum, edhe nuk ishin kësi kërë efekte, gjelozina, gjana që i përmenit i ma herët, edhe kemi funksionu si familje, edhe pse ka qenë kohë shkurt, po kemi connect me njëni tjetrin shumë mirë, ka qenë energji jashtëzakonisht e papame. Bile sot që tu ardhe, se kemi një grup në WhatsApp, ende shkruemi. Edhe veç krejt shkon javë,
veç kur e shë një mesazh, I miss you, adin, po na mungani non stop, ose dikush e qa një fotografi prej, unë jam këto. Baj qëto kontakte? Po pa tjetër, natyresht, pa tjetër, adin, po jo vishdo ashta me cik që këta kam pas trajtim shumë të madh prej shtetit. Ti vetëm. Këta kam pas për këtuaje, për shembull këta një muj për para, shteti ka bo super PR për këta. Për ty a kanë bo? Jo. Pse i pranove masi që fitove mu taku? Ska lidhe se, ngom, kam pas punë ma të rëndësishme, adi qka kam pas? Kam pas me a bo PR-in vetë se kanë qenë koha zgjedhjeve në atë periud. Më fajnë, ka gjona ma... Unë më konë si kësha pranu. Fit, ku për shkëlltesh më? Ujik për atje. Nejse, kjo qik e but, pëse unë e gërsin. Another photo. Tu vala me në darsa, ma? Po, kjo për me gati si valës, se studentat pas përfundimit të provimit, unë e bëjnë me këta, po të na. Të këthuj këshoj ma mirë farë fukara lujki, a po e farë salë atje, që këto? Ska lidhe. Potenciali vret, edhe në rrugë me dojnë, me bo diçka, një kësa Uankove në Berlin që e konë vetëm? Po, Uankova se ish një farë qëre, adi qysh, ndryshë është kur e ki dikon. Me esi harab, qysh jo, ndryshë kur e ki një dikon në kra, adi dikush që... Ja, me nëzish për presi me marra pet në ishmi me në ardha pet, se nga kjo që pozitivitet. A po thua? Po, bërë? Shpresoj, se di. Ani. Hajde foto tjeta, kemi mo foto se komi lutë me la lezua, me la forna i poezia. Unë e kom do edhe një foto tjetër. Ajo ka qenë një shfaqja, se për një me që ta shi kompjuterit e sociale nuk ko mujtë mi gjithë kështu, ka qenë një shfaqja, a muj me folë, e Lirë Bukshit në vitin 2015, firma e kafshve, Gjogjë Ruelit, fenomenal, vepër. I shkrim sanat? Jo, i shkrim, po, nuk e di, do me thonë, pre atëherë nuk ka punu asë gjatë, do me thonë, me sa më kujtohet në teatrin kombëtar, edhe ka qenë i super shfaqës, dhja ke pa, besim. Ka qenë musical, alla musical, Trimordhome ka bu muzikën, edhe ka qenë shfaqje 3 orë, edhe arsyeja pse e mora që fotografi, është se Animal Farm, firma e kafshve e ka aktualitetin e vetë gjithmonë, e sidomos tash. Edhe sot. Po, gjithkon unë mendoj në gjdo vend, po të na shumë, të na është konstant ajo tema aktuale. Se vëmbe me vëmbe, atë ku më ka rrim vëmë, i shkon në zhuha. Se une kisha pas dëshirë që ajo shfaqje me qenë gjithmonë në repertor. Repriz, bini njëherë mujtë pandërprej. Sepse unë menoj që gjdo gjenerat, gjdo brez, du të më eduku me atë vepër. Se di, shumë aktor, shumë pak mundësi, po, unë pra po them, duhet të ndoshta vetën me... Unë po të regoj drejtë, unë nuk pres. Unë nuk pres për kërkujt për Jo, më shfarë? Unë nuk pres. Që të sana, po thu që kemi arrit nga si oksigen. Vetë. Vetë. Pa më mu kërkush kur. është shumë shtirë, është shumë shtirë. Kjo është anal që të shkripo vetë. Jo, më me prit, më të thonë dikush hajtë e zotnia, ku ta bon një emër mas e të thire, na për vje këtu. Jo, unë personalisht kur nuk kom, pa mendoj, edhe pse kur i aktor, ti se kiqare se du dikush me të angazhu, nuk më nështë ti krejt vetë. Po, unë për një me nuk... Kur nuk jo mull me najë tash edhe me prita din, po gjithmonë kom punu pun tjera, konstant. Jo, pasha ditë kur ta kum që je kërkuse, je ambicioze, bravo. Po jo se s'ki qysh ndryshe. Unë tash, këto është shumë shtirë edhe me mbjetu, jo me jetu, po me mbjetu për aktrimin. Nuk e ki qare pa punu pun tjera, ti ke me jetu me hongër, me pi, mi pagu faturat, edhe nuk e ki qare pa punu, edhe për ndryshe, se di, unë nuk e kom pas fatin me i pas gjanat e servume, as njëherë njetë, as në aspektin profesional, po as në aspektin privat, do me thonë, po, shumë a mirë. Që tash po, kur kom qenë ma e re... Gjatë rrugës a zërë. Që qa po them, une, për shumë, kur e kom fillu punën e parë në Arsem, kom qenë të studiu muzikën ende vitin e dytë, besom u lodhësha, u këputsësha, do me thonë se u qështan ora 6 më në gjithë, ndrysha 3-4 ore gjatë ditës. Prej orës të deri në ora 12:30 isha mësuse muzikës, mande shkojsha studente, deri në ora 4, mande mas orës 4 shkojsha në radio, kom punu në radio, mande adem po, dirisha në ora 6 prej shpis, u këtesha në ora 12 natës gati, adem se gjithmonë kom punu në radio në emisionet e natës, kështu pas ditës. Edhe, po e dim, kujtohet, se unë s'kom pas jetë të natës, nuk kom pas asë jetë që shkan studentet, adin që shknat që ndalin sene, po konstant më ka desh me punu, mi pagu fakultetat, gjana, kështu sene,
kur më kujtohet për shembull atëherë, u kon shumë fshirë për mu. Edhe normal që kom thonë, wow, sa mirë këto u kënaqën e kështu. Por tash, sot une me pas fëmin tim, edhe ku me di sa me pas mundësi, une ndoshta i thom gjeni pun, edhe studio, edhe bëni krejt gjanat vetë, se ndryshe është e jetën, ndryshe gdhendesh, ndryshe formosh, ndryshe, edhe kalitesh bosh e fort, edhe nuk ka gjatë që të nuk ka gjatë që të rëgjan, nuk ka gjatë që... I përcjelli që ta muzikanta të mdhaj botnor që janë karrierë shumë të fuqishme, po edhe multimilionera. Njoni prej tëne, qikes vetë, i thët, fakultetin ma shtrejtin e në botë të paguj, zgedhe, edhe një pushim e në vjetë. Ku të dush ti, zgedhe. Qëtër sa në zboj? Multimilioner, ka për bënu vetë. Fakulteti, shapë do Oxford të kësim, nështë mund më mëri. Edhe s'ka ma mirë, besim, që rrugës, sa do që ki vështërsi, peripetie dhe krejtu, rruga, qaj procesi ti mëson krejt vetë gjanat. Po dhe vetë thënë, së më kalon baba kur gjohë, e ti si baba, e ka i lena e kuj, shesas ti. Edhe që kjo është e gjukra e procesit jetës, e ti, edhe prindrit i kupton ma vonë, edhe gjithë du me thonë, sikur ajo shpreja që është prindrit, kur bosh prind e kupton vetë, adin, e kështu që unë endes jëmë bo prind, po për gjana atjera, për shkamë tash i kuptoj se unë prej 16 vjetë kom punu edhe e kom menagju jetën të më vetë. Bravo. Jo pse prindrit e me s'kan desht ati zotruna, po tjeshtë i kam pas mundësit e tila, sepse jo, po kam punu punat e tila që ka arti moment për shkak sistemit, ka ndollë prej punave, edhe ma ndej ka qenë një mosh, kur ata ka ndollë prej punave, ka qenë një mosh, kur ka qenë shumë shtirë me u kysh dykon tjetër, adin, e unë e fëmija i parë. E ki, më shumë me imaginu që ka do me thonë, krit e ki mbisupe do me thonë, gjithë shka, adin, po, sot thonë, super. Adin se më ka formësu, edhe për rime, kur njetë s'pres për e kërkut, asgjo, kreti boj vetë. Bravo. Ka njerë mirë, ka njerë shtirë, ju ka njerë, po shumicën e kozë shumë shtirë. Ta shti doke që ka pak për lavdohë është të volë, po kjo është dy doke. Unë e qëto nuk e nzo lavdrem. Nështë ata të shmimet pak unita në shqipet për i pash, po se tim ke thonë mi zhjetë fotografisht. Pas lume, unë e thash zgjedhë suksese, le ta shfrytëzojmë këtë periudhë, kohës saj me këtu, si frymëzim për të tjerë. Unë e mërë që kjo i shkon mirë me u folë ma shumë, sepse trit e sodit kanë një tendencë, janë dëmbela pak, unë e shati studentët e me, janë dëmbela pak edhe ka një tendencë me pas rezultatet shpejta. Do me thonë këtë procesin nuk e perceptojnë kur qysh. A do e mi plotësu që ta? Një poezi? Do me thonë prapë se prapë quiz, s'ka problem. Jo, s'ash quiz. është njohërit tuja mbi shqiptari dhe kriteret tuja kanë me qujtë shqiptarin më të madhin, politikani më i madh shqiptar, mund është me shkalu, mund është me kësi, hajde që numër 1 shqiptari më i madh për ty cili janë. Shqiptari më i madh? Nuk është që s'kemi figura, kemi mjaft figura. Mu shpithon 2-3 për me eliminu në dilem, kështu që... Une, numër 1, për një me kështu për mu, numër 1, jo pse jam vetë femër, po është Nën Tereza. Unë e kështu ashtu, hala pa përmen se ma murmenda që kemi thonë Nën Tereza. E pse ta murmendja? Që se di, i kam e dhune do borgje që mi ka universi bërsh, mu do informata që e këmë dhune, kam i këthen edhe shumë herë parandjej. Po Nën Tereza se... Në një, unë me ndoj që Nën Tereza, për pos që ka qenë vetë e tjilë, shumë empatike dhe humane, është një farloj, aje të regon kush janë shqiptartë. Aje të regon kush janë shqiptartë, e për çka shuhen shqiptartë. është një farloj, ha? Që kalëzën një monitori jori, një sonde, një shëndush. Po, ajo, veç më vjen keq, se për shambull, edhe kjo është një arsye pse unë e cika mas pari Nën Terezën, sepse kjo nuk shut për naj, për shambull për naj që me më përshin, kjo nuk shut për naj shpikje shkencore ose, po kjo shut për diçka shumë bazike, shumë humane, që se cili prej neve e kemi, po nuk e kultivojmë edhe nuk e zhvojmë tek vetja sa duhet, ndoshta. Humanizmin. Humanizmi edhe empatia. Une, nuk e di, do me thonë, mes të kisha pasit egon për më konë aktore, edhe mes të kish egzistu parja, kisha përfundu si kjo.
unë e vdes me ndihmu, vdes, kam shumë dëshirë me ndihmu njerëzve, sidomos gjeneratave të reja, por edhe tash, shpresoj s'po devjojnë tempo, edhe kategorinë e të moshuarve, do me thonë, unë e kam shumë pikë të dobët, do me thonë, jam këtu qëndroj edhe të këtë moshuarit, mendoj që shteti jonë edhe të fëmijët, sepse këta janë ata që ka kanë bo për neve, që na kanë shtru rrugën, e këta tjertë janë e ardhmja jonë. E në atë mesit, nështë ta du të me bo për dy palët. Derisa edhe nas përfundojna ka kjo pjesa tjetër. Adjen, është mirë me dhoni farë kontributi. Po, pra, prandaj, nën Tereza është për mu gjithmonë, nuk e di, se di. Very good, very smart girls. Politike në ata kësem? Oh my God. Na falim politike. Okej, profesioni. Qka profesioni? Ma i mirë për ty? Shia jote për në interesant? Profesioni ma i mirë, a? Shia jote, po. Profesioni ma i mirë. A ishe shku për shemull dhe qëta me Artemisin, a ishe shku? Po. Mo cilë rrëthones? Po, ajdi që kom në e ty, po. Hajde më rrani. Po, ajdi ku. Hajde më si ishë rrani a punë, hajde më shku. E, kur i kom një njerëzit të tonë, të konspiracione, jam të ashtu. Ma ku pa jo të bos bëndziske, unë gjithë këtë të njerëzit shtu, për të shkojnë ata në honë. Po, me... Për rrani është e punë për shetë. Me inteligencë artificiale, kretë. Ma është faqë. Po. Jo, profesioni ma i mirë, janë dy. Arsimi edhe mjekësia. Ku, 2 pikat kryesore tonat. Po valloj. Që janë shumë dopte na për momentin. 2 matë që i kemi për... Shumë dopt jam. Unë vetë jam, po e shoh sa dopt është edhe sa. Du me të vetë konga ma madhe, ma bukur Shqipe. Një lule që ka qeltash, ahman. Mirë, vazhdote? Jo, mirë është të tash, nësë jam të soprano, jam altë për ndryshe. Tani, altat edhe matë mirë. Po, matë ngratë në shtajnë, ka njerë. Shumë i du altat edhe zonat e shtërtë, qikave. Të ngjirur, po. Të ngjirur, po. Po. Një lule. Një lule. Okej. Këngëtare, s'pet i përmen me s'pet shtin konflikt. Jo. S'ka lidhe se s'jam në natë industri, po... Elbete, thuje. Unë shumë... Ma e miri, ose ma e mira gjitha konave. Haj. Tash, në reguzimin, për shien tem, shumë që unë fëmidu, me thonë, jëmë rritë se ende mbaj mendo, me thonë, që atë atmosferën para lajmeve të vëshës, kur televizioni shqiptar jep të muzikë shqipe, pjur, kështo, shumë të bukur, edhe unë para shqevin e kom pas jëmë rritë me to edhe kom pas pikdopt, edhe ajo nuk ka qenë veç muziciente, po ka pas një super paraqitje, një super pamje, një super zoj, super... U stabilizu që ta është disha ke i farë, disha ke vla që ja. Mu veç më ka ardhë kes që është bo shumë mediatike gjendja, saj s'ka pas nevoj me u bo mediatike, Aktor, hajde, aktori, ose aktoria. A një që 3. Thuj, që të 3 janë the best ever. Gjitha kuhrave, apo? Pa. Bekim Femion. Nja. Bashkë me më interesant në i femën, api thot. Pas mu ka bo vëzveste. Se që ty t'im pratë, mësë me thonë femra eq. Ja. Edhe 2. Po janë disa, jo vetëm 2, 3. 5. Hajde 5, okej. Bekim Femio, Melicena. 2. Edhe pse nuk e një personalisht, po e kom panski, nësë kom punu asë njerë me ta, është kjo Irina Aliu, më përqenë shumë, ka prezent. 3. Viktor Zhusti, Gjevdet Feri, edhe Ndriqim Gjepa, edhe ka plot. Timo Floko, po. Për ndryshe, me Gjevdet Ferin, të ndjerin tashmë, edhe me Ndriqim Gjepën, edhe me Viktor Zhustin, unë e kom lujt një film në Shqipëri, e kom fitua audicioni, kom qenë vetë një aktore prej Kosovës që kom fitua atje rol në film të gjatë. Për ndryshe ka qenë edhe film jam i pari gjatë. Të me thonë, film jam i pari gjatë është në Shqipëri. A përshë jo rasisht më lidhën gjanat mu me atje. Që ta shpiktojt fil njësu për Shqipëri. Po me një... Fërmën kus, film atë kafja parë që në djapë. Edhe, edhe aty edhe pse e prekëm këtë farë fenomeni, po edhe me këta, për hirtë parë kër ju mullë në tavulinë,
me e ushtru tekstin edhe me e bezbërthy tekstin ka qenë Qim Gjepa, Viktor Zhusti, Gjevdet Ferit. Gjevdeti përdryshe ka qenë ligjerus, derisa ka vdek në Akademinë e Arteve. Unë jam dridh besem. Unë jam dridh se unë isha mësu të pa. Unë isha mësu të pa ata në televizion, filmat e tyne, edhe sinqerisht zdi, unë isha inferiore, unë isha e vogël ndaj tyne. A disa ka zgjata e ndjesi? Asë një minut kërë jo mullë me ta. Me njëherë thjesht. Shumë thjesht. Shumë. A di shumë kanë ofru? Me Qim Gjepën ma rallë dhe gjomi, me Viktor Zhustin, unë është njëri ndër shokët e me matë mirë. është 78 vjeç, është super aktiv në teatr. Vitin e kalum kesh ekstra për ta kom arru, e kom pa Mbretin Lirë, Shakespeare-in. Tu lujt top. Top, do me thonë, super vital, super në form, nuk di, do me thonë. E unë kom pas fatin, jo vetëm me mësu për e tyne profesionalisht, po qatë thjeshtësi në madhështi, edhe qatë idenë qysh me ofru trit, unë i kom mësu për e tyne njerëzve, dhe shpresoj që kom e mujtë në të ardhmen me e transmitu, edhe mu kone i mirë, qysh kanë qenë ata me mu shumë të mirë, mu kone e dhone me trit. Keni të si shuk me, bravo. Kisha pas dëshirë nëse veç mundem. Edhe kusha shoke ma i mirë, joti? Libri Nata Vetmia Ecja. Po, këtu po dijet, po... Ose Rajnieri? Po Vetmia. Po Vetmia. O shumë vështirë më mësu, me pranu vetmin, po nuk ka gjo ma të shëndetshme, deri me një mas, jo shumë, sepse e ki mundësin me njoft vetën. Edhe pse është puna ma vështirë me njoft vetën. Sa i monë sekrete vetë ta? Shumë. Kalcoja kretëve është të blet bëjnë gjohë. Shumë e kam shtirë vetës me a kalzu si kretës. Po moj, se s'pi besoj, a s'pi besoj. O s'pi besoj, pra kuj sot shkretë të folë, i trajnumër i ashtë. Iq kërkujt, kështë që nuk e di dhe me tonë. Po, vetmia se di, reflekton. Fatlume, që ta nuk e harroj. Po, edhe diçka, a i erdhën fund ta? Kemi edhe poezi. Poezi, nëse do më thonë, ne si më pëlqenj poezit, nëse s'do nuk shumë bështje. Ta shumë fokusu mua bet, po. Zotin, që shki kalu, hajtë ka zënë drejt. Ti për mirë. Shumë mirë. Ti për mirë shumë mirë, ka shto të ra. Ti për mirë shumë mirë, nuk o keq, në fund, bërlëg. Jo, së është e vërtet. Shumë kanë shumë lezat, me bashkëbisedu me ty, shumë mirë. Smooth. Po, je shumë si jazz smooth, po, e vërtet. Që jazz smooth. Biseda jonë, bashkëbisedim jonë ka qenë shumë smooth jazz. Prej se ma pet njerë me ne sukses tase. Me na i qmemi tjetër, Po, vërpse jo? Ne? Pse si dijet? Po. Ish qike gëzushme. Bravo. Që tu, shka ke thonë për shta? Kom thonë që më fund të në shkruj. Nëse ka lej mirë, tha. Po. Unë edhe që si të ashti në shkruj. Që dhe liber për do. Po se të mësirët, ta shumë ke hina gjenë, si kur special, sa të fatlume, këtë javë kemi me gjiru, hajde në oksigen. Po. Unë edhe normal me zisë kom prit, se ti e fantastik. Po. Edhe, po s'pata, kritë sheri kësaj ke që s'pata komit bodhurat unike. Që shjetë edhe që është oksigeni. Dhurat unike këti që na erdhe, se dhe në u lidhë njëtë aktora është edhe shumë bukur. Tash këtë liber, forca e faktit. Tash këto e në dy ekstreme, ose ki më më shoa, ose ki më më lavdru. Jo, lo kam qef me shajt, kam të knashti që është lirohësh. E di se shumë ke lavdru sondi, kështu që është rendi më më shoa pak. është hera e me parë, mësë më shaj, pra po them, që po bëj liber, dhurat, pa i ledzu vetë. Mirë po, unë e deshta me ta marë Hararin që diskutova dit me ty, se më tregove që se ke ledzu, edhe thasht të marë Hararin. Mirë po se gjeta Shqip edhe se gjeta pikrisht atë titullin livrin që deshta me ta bu dhurat. Kështu që jina ledzova vërët, ashtë që kë, me ato që ka diskutuna, ditë kërë petëm kafe, ta është garant... Interesant. Kjo e interesant, se ata që të përqenjë faktet, përqenjë që qa po ledzon këto. Ama ta preki, këtë thot dikush dishka, ama që qa po ledzon këto. Edhe pe bojna një marveshje, nëse të pëlqen, ti kemi mua blemu një liber qëfare ti donë për mu. Nëse nuk të pëlqen, shajem, edhe të blema edhe një liber tjetër. Po dhe më mbëlqy, shajem a blema, më budal me ta bëtë me ta blea.
Po më s'ka. Ti den. Faleminderit. A ke shkruar këtu diçka? Po kam shkruar lirisht. Po lirisht. Ku me fatlume që s'po shoh mirë, dona me gjysllëk. Besim faleminderit për autenticitetin dhe kontributin e madh që i ka dhënë shoqërisë sonë. Me respekt të veçantë, Fatlume Bonjaku, unë ta lexova shoqërisë sonë, ti e ke shkruar shoqërisë tonë. Po. Që kamera, faleminderit, prill 2026, faleminderit për këtë dhuratë nga aktoria jonë, e cila në aboni më unik Kosova edhe në një form tjetër gjithë një për mirë atje në European Shooting Star Festival. Që më shikus të ndëruar. Që dojë, lap, u i lashe të këpuce, që tu më në shpinë zëri për alilë, ta poshe. Fatlume, faleminderit që i dha që si arome emisionit sonte. Apo? Po. Për arome? Paze, gjyrdeti, gjyrdeti, naturale. Poster, frymzim, e ne të kënej. Kamermanat nuk për reagojnë, me thonë shumë e mirë ka, ajo në hutu nga bukuria juaj, a por shkas digjo, se ka herë këta pedin nga utrologin, ka të kënë ka të rajnohen mas ati gjemit. Sa i bukur, mëse së është për juaj. Do në mire duhe këta, në siguri. Po së është diçka, veç... 714 i bosh 1000 me respekt veçantë, Fatlumja, faleminderit për teset, faleminderit që na ke ardhur, Fatlume. Shumë ke knasi, Shumë e du poezinë, je kam ikë me marifet edhe nuk e thuim. O, Ani, brese, Ani, po provoj, brese, Ani, më thutë kjo, s'ku ka talentuar. Elam, po shtot marrë për qefit. Me shku, me le, me fitua, me smetoni poezije, s'është, po, mire ki. A të qonë unë e pëqetuj? Jo, pëse unë shulli resht? Kom punë brejem. A ki punë? A shtë në gjënë poezina? Na, s'po më filqenë stash. Okej, hajde diçka të shkurt. Po shpresoj që s'kam harru. Se nuk është që praktikoj shumë në me interpretu. Jo, bre, jo. Hajde, okej. Okej. Po provoj shikues, kështu që nuk është që kom ushtru diçka. Për ty kërkush hala nuk ka një, por të kam pa të ula në sytemi. Për ty kërkujt hala si kam kallëzu, por të kam pa në fjalët që për ty kam shkru. Dashnia e ka aromën e vetë. E aromën e dashnis s'ka kush që e hjek. Shka për doket? Okej, utova, shkova. Tash muj me shkua, po? Se i kryuva poezin? E more vesem. Nejse, hajtë. Po dhe poezi. S'ko marrë në provim pranus, unë e këtu i kom kryu para 15 vite. Jo, marrë poezi me në jajtë. Jo, me të hek. Jo. A qohëm tash? Jo, kur dush te. Kur dush. A kueza? Okej. Hajde, kur dush. A të ka met nëjësan marak që ne i pytje nëjësan? Gjithë mund ka, jo. Jam knaq, faleminderit, ke knaqësi? A u bu një orë? Sa pa ta mërmemja? 2, po tojsh. Si di, wow. Kur të mirë, e që shkën thjesht, lezeshem smut, jo. Fatlume Bonjaku. Shpresojmë që na sjell prapë çmime, dhe të na përmendet shqiptaria.